Mirë se erdhët, nderuara zonja dhe zotrinj. Dhjetori është një muaj festimesh në Shqipëri. Në fakt do ishin preferuar ajo pjesë e kthjellët të shoqërisë që ishte më shumë reflektimesh, analizash për kuptuar se çfarë kanë bërë shqiptarët, ata që kanë pasur mundësi të bëjnë diçka, po dhe ata që kanë ndonjur pasiv dhe kanë pritur pasojat e politikave që janë ndërmarrë ndaj tyre. Çfarë Shqipëri është ndërtuar? Çfarë institucionesh kemi bërë në këto 25 vite? Çfarë tranzicioni i kemi dhënë shqiptarëve dhe ku jemi sot? Për këtë analizë kam të ftuar në studio 3 intelektual të angazhuar, të cilët edhe pse nuk jetojnë në Shqipëri fizikisht, e ndjekin zhvillimet aty dhe kanë edhe mendime dhe analiza të tyre se si mund të dilet nga situata që ata e konsiderojnë pothuajse në nivele katastrofale. Ja cilët janë të ftuarit e mi. Grid Roy, autori i librit Paria e rrethit të ferrit. Çdo fillim i ri, çdo përpjekje për një reformë të vërtetë sociopolitike do të bazohet në ndërtimin e një shteti komb dhe do të ketë si bazë politike masën e madhe të shqiptarëve që e sheh shpresën e vetme tek vlerat shqiptare. Me gjithë përpjekjet për të mjegulluar të vërtetën, një sistem demokratik nuk mund të mos respektojë vullnetin e popullit. Valbona Gjoni Karanja, pjesëmarrëse e lëvizjes studentore të dhjetorit 1990. Në këto 25 vite demokraci janë bërë arritje të mëdha në aspekte të ndryshme të shtetit shqiptar. Shoqëria ka ndryshuar dhe kjo ishte një ndër rëndësitë e lëvizjes së dhjetorit asaj kohe, e cila elektrizoi masat dhe i rriti besimin popullit që të flasë lirshëm. Shenasi Rama, pjesëmarrës e lëvizjes studentore të dhjetorit 1990. Tranzicioni në shtetin shqiptar ka marrë një rrugë krejtësisht të ndryshme nga tranzicioni në vendet e tjera të Europës qendrore dhe lindore, pavarësisht se nga cili këndvështrim mund të vlerësohet e analizohet. Tranzicioni shqiptar ka dështuar për të ndërtuar një shoqëri moderne me ekuilibra të dëshirueshme shoqërore. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj që keni ardhur sonte. Do të nisja me Shenasin të parën, meqense ke qenë protagonist në lëvizjet e dhjetorit në 90-ën, si e sheh Shqipërinë 25 vite më pas? Po, Shqipëria që unë dhe kolegët e mi shohim 25 vite më vonë, ka disa rritje që janë për të shënuar. Ne kemi një masë të konsiderueshme njerëzish që kanë qenë gjendje të akumulojnë pasurit mjaftueshme, të ndërtojnë një jetë mjaft sigurt për veten e tyre, por përtej këtij aspekti edhe përtej lustrës së dritave të bllokut Tiranës, ne shohim një gjendje katastrofale. Kemi 1,5 milion shqiptarë të emigruar që s'kan asnjë farë shpresë për të kthyer në këtë vend, kemi një varfërim intelektual e moral, kemi zvetnim të shoqërisë dhe të masave gjëra të popullit, kemi një korrupsion e kriminalitet të theksuar që shtrihet që nga majat më të larta të shtetit deri në qelizat më poshtë shoqërisë, kemi një mendësi po ashtu të kriminalizuar të mbështetur në të keqen e ligësinë, e cila dominon sjelljen e shqiptarëve. Kjo shoqëri që është ndërtuar gjatë këtyre 25 viteve është një shoqëri e cila nuk kishte asgjë të përbashkët as me ëndrrën time e të kolegëve të mi të lëvizjes studentore, as me atë shpresë të madhe të shqiptarëve. Kjo është thjesht një rreth i ferrit, është një situatë në cilën çdo ditë më tepër gjendja vjen duke u përkeqësuar, duke u bë më rënduar, më pa shpresë dhe më pa zgjidhje nëse vazhdohet në këtë rrugë në cilën jemi. Shenasi, mos po shikoni pak me lupë negative dhe pesimiste Shqipërinë? Jo, unë nuk e shoh këtë Shqipëri me një lupë negative, ashtu si edhe kolegët e mi, ne kemi jetuar këtu, kemi familje këtu, vim rregullisht në këtë vend, edhe nuk është se jemi thjesht studiues të paanshëm. Ne jemi gjithë shqiptarë që në një mënyrë ose një tjetër na dhem çdo gjë që ndodh në këtë vend. Ama ajo që ne arrim të bëjmë që as Paria e Tiranës, as shtresat e tjera nuk arrin ta bëjnë, është që të distancohemi nga ai këndvështrimi ngushtë që të jep jeta e sigurt e dikujt që jeton në mes Tiranës me një apartament komod, me makinë, me një punë qetë etj, edhe nuk ka kohë me pas se ka dhe një Shqipëri tjetër në cilën nuk ka ujë, nuk ka drita, në cilën njerëzit e fëmijët trafikohen, në cilën rritet droga, në cilën misunon krimi, në cilën vllavrasja është norma e ditës, në cilën e vetmja mënyrë me jetu është me bë poshtërsi dhe krime. Kjo është një dallueshmëri cilën një perspektivë cilën tjerë nuk e kanë, por ne e kemi, sepse duke lëvizur në shtresa të ndryshme shoqërore, ne shohim gjëra që shumë njerëz që jetojnë atë botën e tyre të ngushtë nuk i shohin. Mirë, dhe ndoshta keni dhe lehtësinë për t'i bërë analiza të tilla dhe për t'i thënë, sepse nuk jetonin në Shqipëri. Po për këtë do ju pyes më pas. Përfshi edhe për Parin se kam disa pyetje specifike. Zonja Gjoni Karanja, ju gjithashtu keni qenë në lëvizjen studentore të dhjetorit 90. Kam qenë studente në vitin 1990. E mendonit Shqipërinë që do të ishte
si kjo që është sot, 25 vite më herë? Jo, atër kemi qenë të rinj dhe kuptohet, nuk kishim, vendi ishe izoluar, kështu që nuk kishim një vizion të qartë se ku dojtë Shqipëria mbas 25 vjetësh. Janë bërë arritje, si që e përmëndi doktor Shnasir Rama. Arritjet janë në planin sipërfaqësor, në planin vizual, por si që ka arritje të dukshme, ka dhe varfëri të dukshme. Çdo të thotë kjo, që strukturat shoqërore ka ndryshuar, dinamika e tyre ka ndryshuar, po ka ndryshuar në kuptimin që shoqëria është polarizuar. Një pjesë e shoqërisë që ne kuptojmë si paria ka akumuluar pasuri të jashtëzakonshme, ndërsa pjesa tjetër, struktura më poshtme e shoqërisë jeton ende në varfëri, gjithashtu dhe shtresat e marginalizuara. Lëvizja studentore arriti shumë në planin psikologjik në Shqipëri, sepse hoqi perden e hekurt, atë cilën e pengonte shqiptarin të shprehëlishëm dhe të aspironte për më shumë. Por nga ana ekonomike politike nuk kemi ecur shumë përpara. Akoma nuk e kemi gjetur veten se ku jemi dhe se ku do shkojmë. Do me thënë, gjatë periudhës së tranzicionit, vendit ton, shtetit ton i ka munguar totalisht misioni. I ka munguar totalisht vizioni. Përse ekzistojmë ne si shqiptar dhe ku duam të jemi? Këto përgjigje nuk janë marrë, as nuk janë shtruar. As nuk janë shtruar. Po thoni pak a shumë. Mirë se janë pyetje gjitha që do marrin përgjigje, po si fillim edhe Gridi një hyrje. Si e gjen Shqipërinë? Ti ke ardhur këtu dhe për disa vite angazhim, rike prap? Po, unë kam gjatë gjithë kësaj periudhe kohore kam qenë i lidhur me Shqipërinë. Shqipëria është vendi im, është atë dheu im, nuk kemi atë dhe tjetër. Asnjëri nga kolegët besoj që e ndajmë këtë mendim. Pra Shqipëria është edhe objekt studimi si shkollar, por është gjithashtu edhe për çdo shqiptar objekti i vështrimit ton. Tani, cilën Shqipëri kemi gjetur? Në fakt, ajo që ne kemi parashikuar gjatë muajve të parafushatës të 2013-ës, fatkeqësisht verifikohet thuajse pik për pik. Shqipëria sot është një gjendje në një pik vlimi, një sistem politik pothuajse të dështuar, kemi një ekonomi të rënuar, ku një dorë oligarkike kontrollon rreth 5% e popullsisë, kontrollon mbi 90% të burimeve shtetërore dhe kombëtare. A nuk është ky rasti në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që një 1% kontrollon të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Besoj se krahasimi nuk është me vend për disa arsye. Pikë pari, kyçi i analizës së çdo shteti është funksionimi dhe efektiviteti i shtetit. Dhe besoj se bijem dakord, çdo kush bie dakord që efektiviteti i shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës është disa qindra herë më i lartë se sa në Shqipëri. Po, sigurisht, më funksional se këtë. Më funksional. Pika e dytë e argumentit në këtë pikë do të ishte që ka një pranueshmëri të shtetit si instrumenti i duhur për të shprehur vullnetin kombëtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe është pikërisht kjo që paria e Tiranës e ka penguar me vetdijet plot dhe me arsyen e vetme që të përfitojnë klanet dhe grupet që e përbëjnë atë, do kishte qenë vetmja mënyrë që këto klane të rrinin në sundim. Do më them edhe pak se dua të flasim për parim, po do më them pak tek lëvizja e dhjetore, që nëse është përdorur politikisht për karrierën e më vonshme që kanë pasur disa individ në Shqipëri, ajo lëvizje? Ju thoni lëvizja dhjetorit, edhe njerëzit quhen dhjetorista, po mund quhen zetorista, traktorista, motorista, çfarë do të dëshironi. Ne kemi qenë një lëvizje studentore e cila ka zgjatur 4 muaj, e cila ka disa arritje që janë të jashtëzakonshme, edhe që ka qenë një përpjekje titanike atyre djemve, vajzave të reja, studentëve, shumica konviktor, për ta futur vendin në shinat e duhura, për të ndërtuar një Shqipëri të re, një Shqipëri moderne, europiane. Tashi, në lidhje me atë që ne kemi shpresu, ajo që kemi arrit ne ka qenë e qartë. Kemi fitu pluralizmin politik, kemi ringjallë shpresën, kemi rrëzu mitet kryesore të komunizmit, kemi organizu opoziten. Kemi rrëzu vërtet? Mitin kryesor të komunizmit, Enver Hoxha. Dakor, mendova mitin edhe në kuptimin si koncept. Mitin ne nuk kemi marrë me Marxin e kanë rrëzu rusët edhe tjerët, por në rastin tonë ne kemi pas një përçudnim të ideologjisë që një si ideologji marksiste, edhe në zemër të shtetit ishte Enver Hoxha dhe shteti. Edhe shemja Enver Hoxhës
shemja miti të Enver Hoxhës e çliroi shtetin shqiptar nga frika, nga dhuna, nga i betim, nga ajo ideologji e përçudnume që sunonte në atë kohë. Tashi, a është përdor vizja... A u përdor për kapital politik? A është përdor është përdor për qëllime politike, është përdorur në mënyrë të pa skrupullt, është manipuluar, është shitur, është bler nga gjithë njerëzit që kanë qenë rrotull, edhe shpeshherë duke i shtremruar për qëllimet e tyre ditës arritjet politike të lëvizjes studentore. Edhe kjo ne nuk na bën me unë i mirë, por realiteti është që lëvizja studentore i ka shpëtuar atij manipulimit ekstrem, thjesht sepse jemi ne, ato që kemi organizuar drejtu, unë dhe shokët e mi, të cilët nuk kemi shit, nuk kemi ble, dhe vazhdojmë ne besnik atyre ideve që kemi pasur në atë kohë. Edhe që ne besojmë se janë zgjidhja e duhur edhe sot për ndërtimin e një Shqipërie të vërtet, moderne, ashtu si që dishonim atëherë, edhe që është më shumë se e nevojshme edhe sot. Dërgojnë diçka për përdorimin për aset politik? Pa dyshim, lëvizja e dhjetorit ishe grupim studentësh cilët filluan revoltën, rebelimin kundër pushtetit dhe ndryshimin e status quo-s. Me kalimin e kohës u kristalizua dhe mori drejtimin e vetë në 3 drejtime kryesore dhe ndarjet u bën për shkak të ideologjisë. Nuk ka rëndësi se kush e themeloi këtë parti apo atë parti, rëndësi ka që lëvizja studentore kontribuoi presion e pluralizmit, jo vetëm të mendimit, por pluralizmit si sistem partijak dhe si sistem politik në Shqipëri. Është përdor për arsye politike, është përdor dhe akoma po përdoret. Dhe kjo ne si student dhjetorit na bret shpirtërisht. Sepse është diçka që përdor nga konjunktura të ndryshme dhe është marrë në përkëmb. Se është lejuar kjo nga pjesa tjetër e shoqërisë? E kuptoj ata që kanë dashur ta përdorin, po pjesa tjetër pse ka qenë indiferente ndaj këtij përdorimi që thoni ju? Si e mendoni? Sepse ka pas një dezinformim absolut në përpjekje për të kontrolluar proceset politike, në përpjekje për të shmangat projekt që ishte një projekt kombëtarist, Paria e Tiranës, e cila synonte që të kalonte nga një shtet enverist ose mi parimet themi totalitare, marksiste, komuniste, si doni ju, synoi që të bëjë burgjezia re. Dhe që ato të sunonin këtë popull dhe pjesa tjetër e shqiptarëve të ktheheshin skllëbërit e tyre proletarët modern në një sistem kapitalist ekstrem. Dhe projekti i lëvizjes studentore ishte i papranueshëm për njerëzit cilët kishin me përfitu shumë edhe me humbë shumë nga çfarë do projektit i tillë. Kështu që e gjithë Paria e Tiranës, edhe shumë nga ish pjesëmarrësit në lëvizjen studentore, përqafun këtë projekt i cili është një projekt thellësisht politik, jo vetëm ekonomik, edhe që na ka çuar këtë gjendje ku jemi. Edhe në rrugë sipër, ideja e lëvizjes studentore është manipulu, është denigru, është zhvlerësu, edhe është bërë në një farë mënyrë e padukshme dhe jo e pranishme në debatet publike në shtetin shqiptar. Edhe ajo që ka ndodhur është se edhe 25 vite më vonë, ato vlera, ato ide që ne kemi pas atëherë, ato vazhdojnë me kenë zgjidhja vetme me që ky popull ka nëse do më u bë një popull normal e modern. Mirë, meqense po përmendet shpesh dhe nuk do ta shty këtë pjesë të debatit. Çfarë është paria, Ngrit? Paria juaj që keni Jo, paria nuk është e jona, po është paria juaj që keni analizuar dhe keni krijuar si koncept, po. Koncepti i parisë përfshin një grup njerëzish, një grup drejtuesish të cilët vinin nga sistemi i kaluar. Bashkë me ta është një grup intelektualësh që u bashkëngjitën atyre dhe pjesë nga profesorati universitar i asaj kohe, të cilët kanë drejtuar shtetin shqiptar, kanë kapur dhe drejtuar shtetin shqiptar në bashkëpunim të ngushtë me parit lokale, me grupet të ngjashme me bazë rajonale, të zhvilluara me kohë, dhe kanë ndërtuar një sistem oligarkik, kleptokratik, të korruptuar, i cili bazohet në mendësi dhe strukturat kriminale. Mirë, për kufizimin më pëlqen, vetëm se është shumë, çdo fjalë që ke thënë ka një peshë më vete. E kanë kapur pushtetin, si e kapur? Atëherë, duke dhënë një vazhdimsi nga ato që thanë kolegët që kanë qenë studentë drejtues të lëvizjes studentore shqiptare. Në vitin 91, dhe unë tani këtu nuk flasë si student që nuk kam qenë, po flasë si studiues e sa periudhe për cilën do paraqes një punim. Në vitin 91 kishte 2 rrugë për të ndjekur. Njëra ishte zgjedhja
që u bë më pas e Paris-Tiranës për të marrë një model që nuk ekziston kurkund në botë, një kapitalizëm të tipit engelsian, që e shkatërroi çdo gjë që gjeti për të ndërtuar një botë në të cilën kishte vetëm dy palë, nga njëra anë paria, nga ana tjetër shqiptarët, cilët do t'i shërbenin kësaj parie. Si në çfarë mënyre e kanë bërë? E kanë bërë me kapjen dhe devijimin e strukturave më elementare demokratike, cilat janë zgjedhjet. Zgjedhjet e vetme demokratike në kontekstin e tranzicionit kanë qenë dy. E para që bën studentët e lëvizjes studentore shqiptare dhe e dyta në vitin 92. Pas tyre të gjitha zgjedhjet e tjera kanë qenë problematike, ose më të mira ose më të këqija se më pashme, që është një formulim që nuk thot asgjë. Kjo do ishte një pikë. E dyta është me kapjen e burimeve ekonomike nëpërmjet krijimit një oligarkie të strukturuar qartë dhe e cila ruan interesat e të gjithë klasës tyre. E treta është devijimi i një sistemi shoqëror normal. Pra në vend që të krijohej një sistem shoqëror i basuar në një komunitet solid, siç e kanë vendet e tjera të zhvilluara, i cili është kombi, shteti shqiptar u bë një instrument në duart e disave, dhe si i tillë detyrimisht dobësohet, bëhet një instrument të cilin populli nuk e pranon, dhe bëhet një instrument i cili nuk i shërben më askujt tjetër përveç se Paris. Mirë, vetëm pak tek paria, të njëjtin përkufizim ke besosh nëse, me gridin. Përkufizimi është i saktë, por domethënë doktorant Roy i ceku pikat kyçe, por në shtesë duhet me thënë që paria ishte një grupim, 2 deri në 5.000 vetë, të cilët ishin të vetmit njerëz në këtë vend që kishin dijet se si ndërtohet një shoqëni moderne. Edhe në vend zbatimit aty në ideve, ato të gjitha çdo gjë u bë shtrembër, u bë keq. Një rol kriminal në këtë proces ka luajt edhe shtresa intelektualëve dhe e medias, të cilët u bën bashkëfajtorë në këtë krim përbindshëm ndaj shqiptarëve. Tani, që t'ja bëj disa pyetje se kur jeni larg dhe ke bëni vetëm shkrimet, nuk i keni marrë gjithë ato çfarë është thënë në Tiranë, po ja u bëj unë drejt për drejt. Paria thënë kështu si e keni ndërtuar ju, duket si një teori konspirative. Si funksionuan këta? Ishin të qartë që në ide, kjo pari që ju thoni, ishin të qartë që në fillim që kishin këto objektiv dhe mbajtën njëri tjetrin, apo u strukturuan rrugës? Po, ky ka qenë një grupim i cili e ka ditë që në fillim, që në vitin 1989, në moment që u vra Ceaușescu, që këto nuk ishin rrugë tjetër përveç se me shtruar radhët edhe me kontrollu çdo proces politik. Edhe në këtë mënyrë, duke përdorur gjitha levat e shtetit që edhe në atë moment ishin në shërbim të tyre, kupola e Paris që filloi të vepronte në heshtje dhe në mënyrë informale, jashtë ashtu quajtura bëro politike etj, i arriti të së ndërtonte, të ndërtonte, të fuqizonte strukturat jo formale, të cilat e lejuan këtë shtresë dhe këtë grup që trunte kontrollin mbi proceset politike, duke përdorur mashtrimin, manipulimin, dhunimin, dosjet, korruptimin, çfarë doni. Dhe votën me cilën kanë ardhur në pushtet her pas here. Edhe votë padyshim. Këto janë njerëz të cilët kanë gjetur rrugën më të lehtë për me sunu njerëzit. T'ja u them unë se çfarë thonë ata? Ne jemi të votuar. Ne jemi këtu, nuk kemi rastisht, kemi vota, kemi partit nga mbrapa që na i kanë mbështetur, kemi qytetarë që na kanë bërë në pushtet. Si do i përgjigjeshit këtij argumenti? Unë do t'i përgjigjesha me këtë mënyrë që ke 1,5 milion shqiptarë që kanë ikë, ke 70.000 azilant që ikin vit, ke njerëz të cilët ecin rrugës edhe qajnë sepse nuk kanë bukën e ditës, ke njerëz që janë të pazotët po që varin veten sepse nuk kanë bukë me u çu fëmijëve, ke njerëz që nga vujtjet e nga mjerimi që kanë përjetuar janë smur dhe vdesin pas një shpresë, edhe kjo tregon që shkalla e dhunimit që ti ushtron mbi shoqërinë është ekstreme. Sepse njerëzit janë të pafuqishëm, jo sepse nuk e duan ose sepse nuk e dinë të mirën, por sepse nuk gjenë zgjidhje tjetër, sepse duke kontrolluar mjetet e komunikimit, strukturat politike, ekonomike, shoqërore, ti i ke kthy njerëzit në sklever që jetojnë në një rreth ferri në cili nuk kanë asnjë shpresë. Edhe e vetmja shpresë që kanë është ikin. Edhe ajo që ndodhi ca kohë, domethënë më parë, me djegjen e kësaj dhe asaj dhe të atij bunkerit atje, janë të gjitha shenja të një urrëtie të thellë që ekziston këtë popull, por që nuk gjen rrugën e duhur me shpreh. Cila do të ishte rruga e duhur për të shprehur? Rruga e duhur është që ne të kthehemi të shohim shtetet e tjera moderne, të ndërtojmë një shtet kom modern, në të cilin kemi liri, po me kufi dhe me ligj, që në cilin të gjithë jemi të barabartë para ligjit, në cilin të kemi një shtet bazuar në identitetin, sepse
Kyshtet e shkrijuar me kënë shteti shqiptarve. Njerëzit matë përbuzur e matë urryer në këtë shtet janë shqiptarë. Atëherë ne na duhet që shtetin t'ja kthejmë njerëzve dhe këtë vlerë themelore që është identiteti jonë të mos ta lëm për me u dhunu në këtë mënyrë, thjesht duke mbështetur në idenë se gjithë secili njeri që ecë rrugës ecë me një etiketë, me një çmim mas kurrizit, ashtu siç kërkon Paria e Tiranës. Kjo është një zgjidhje që i kanë një shtetet e kombet e tjera, të cilët janë kthyer edhe nga diasporat edhe nga fundi i botës edhe kanë arritur me ndërtu shtete shumë të suksesshme sot. Edhe ne nuk kemi përjashtim, edhe ne kemi këto mundësi. Do të ktheheni për të kontribuar për këtë Shqipëri që flisni? Dhe u jem, unë vit disa herë në vit në vendin tem. Pse duhet me nunë që do të të vini ktheheni? disa ditë dhe të ikni është tjetër gjë të vini të jetoni këtu me këto sfida. Me Unë këto jetoj problematika, të siguroni jetesën këtu dhe të shihni dhe keni të lehtë të flisni për parin kështu siç flisni tani? Shiko, për me fitu drejten, zbashku me kolegët e mi, që me thanë të vërtetën, ne kemi sakrifiku 25 vjetë rrugëve të botës. Edhe ato sakrifica që ne kemi ba, pavarësisht arritjeve që kemi, se gjithë ne që jemi këtu, jemi njerëz të kompletuar edhe në pranim. Doktorant Roy jep mësim në NYU, doktoresh Karanja është Research Fellow në Yale University, edhe unë kam marrë mësim në Columbia dhe në NYU. Por ne, ajo që ndodh me ne është kjo. Një kom ka nevojë për intelektual, për njerëz që me thanë të vërtetën, për njerëz që me ofru zgjidhjen, por ka nevojë edhe për politikan, edhe për një shoqëri civile që ta marrin këtë ide edhe ideologji edhe ta zbatojnë jetën praktike. Ne nuk mund të jemi njerëz që bëjmë çdo gjë. Në fushën tonë, për cilën ne jemi specializuar, për cilën ne jemi ekspert, ne po ofrojmë një diagnozë të gjendjes, një zgjidhje të gjendjes si intelektual. Politikani është njeri i cili punon në bazë të emërusit përbashkët, sepse duhet me mbledh votat e tjera. A jetojmë ne, a kthehemi ne këtu, ne kemi familjet tona këtu. Ne kemi vlezër, motra, mesa, nipa, edhe pse kemi ikur ne vetëm atje, është një lloj sikur të nxjerrësh dorën nga dritarja, po dora nga dritarja nuk thotë që të ka ikë trupi dhe shpirti. Ne shpirtin, zemrën, jetën i kemi këtu. Prandaj na dhem, prandaj na jemi edhe në këtë panel. Prandaj na ashtu si dhe ju që u kthyt nga jashtë, ashtu dhe ne jetojmë me dëshirat, me ëndrat, me hallet e këtij vendi. A do të jemi këtu nesër me u marrë me politikë ose jo, ne nuk jemi profet. Ne jemi ama të Zotit të themi që nëse nuk ndrohet kjo rrugë, nëse kjo shoqëri edhe ky popull edhe kjo Paris sunuse nuk vendos që të ndrojë rruga në cilën jeni duke jetë sot është rruga e Greminës. Sali Berisha e çoi vendin Gremin, Edi Rama po shtyj një hap manena, po një hap më përtej Greminës është me ran humner. Kjo është gjendja në cilën jemi. Edhe ajo humner që na pret ne poshtë, pavarësisht luksit dhe dukjeve të bukura, është rreth i ferrit. Kjo është. Paria, pak. Po, doja të shoh dy koncepte që besoj unë janë të nevojshme mbi teknikat, se na pyetet se si është realizuar kjo. Kjo është realizuar nëpërmjet grimcimit të skajshëm të shoqërisë, i cili është bërë sistematikisht dhe është bërë në mënyrë konstante. Grimcimi ka krijuar një lloj anomie që njerëzit nuk dinë se cilit grupi përkasin dhe janë krijuar dasi artificiale, ndër të cilat unë do të përmendja më qesharakja në vitin 2015 është dasia komunist antikomunist. Komunizmi ka rënë në Shqipëri prej 10 vitesh tashmë. Dhe të luftosh komunizmin është luftosh me mullit e erës si Don Quixoti dhe Sancho Panza. Problemet e Shqipërisë janë të tjera, problemet e Shqipërisë nuk janë këto që na servirin sot të gjitha palët e Paris. Është e qartë që edhe qeveria aktuale është e dështuar, nuk ka mbajtur asnjë premtim e tjerë, ashtu siç dështoi opozita e sot me kur ishte në pushtet 8 vite më parë dhe të gjitha palët. Ka rënë komunizmi si sistem, po ka rënë mendësia komuniste? Atëherë, nëse komunizmi ka rënë si sistem, atëherë dualiteti, dyfishësia komunist-antikomunist nuk ka asnjë vlerë në botë kuptimore në realitetin e sotëm. Ndryshimi i mendësisë është një proces i cili nuk mund të bëhet brenda një kohe të shkurtër dhe sidomos nuk mund të bëhet pa patur një drejtim të qartë. Është pikërisht kjo që ne po shprehim në këtë forum që duhet patur një objektiv i qartë, shteti dhe shtresat që drejtojnë vendin duhet të kenë një objektiv të qartë për t'i bashkuar shqiptarët, për të krijuar një atmosferë ku shqiptarët jenë të gjithë pjesë një kombi ashtu siç jemi pjesë. Kush ta bëj këtë? Kjo Paria që po thoni ju që ka këto interes? Paria ka bërë të kundërtën e kësaj. Këtë duhet ta bëjnë shqiptarët, po
procesi fillon duke u ndërgjegjësuar. Shqiptar do t'i drejtoj dikush, por ndryshe është anarki, nëse do ngrihet vetë qytetari do bëj diçka. Procesi duhet si ndryshohet kjo, si ndodh ky evolucion që kërkoni ju? Procesi duhet filloj me ndërgjegjësimin e të gjithë atyre që duan ta shohin realitetin në sy. Duke filluar nga qytetari thjesht, duke vazhduar tek qytetari mesëm, tek media, tek elitat. Qytetari thjesht i është thënë që ti ke pushtet votën. Mos flasim për deformimin dhe mënyrën se çfarë si sjell me votën në këto vite. Dhe ai mendon që në momentin kur shkon dhe kryen këtë detyrim voton, e ka zgjidhur pjesën e vet të bërit të rolit që ka në demokraci. Apo jo? Kështu e kanë edukuar deri tani pak. Do më ndjeni, po nuk jam dakord. Qytetari thjesht nuk është thënë që ti je demokrati më i flakt i gjithë kësaj bote, i është thënë që ti duhet ta japësh votën ose këtej ose andej, duhet ta shesësh votën, duhet ta dhunosh votën në mënyrë që të dhunosh vetveten, sepse ti nuk ke asnjë lloj zgjedhje tjetër. Po pse ka planuar për qytetarit ta bëj këtë? Sepse nuk ka pasur asnjë zgjedhje më të mirë. Votën, pse e ka bërë këtë? Sepse nuk ka pasur asnjë zgjedhje më të mirë. Prandaj është kjo pari sot mbi këta qytetar. Qartë. Ka dhe një gjatë tjetër. Në shtesë të asaj që tha zotin Roj, doktorant Roj duhet me përmend tjetërin që paria sunuse nuk e ka drejtu popullin thjesht duke marrë votën edhe duke drejtu shtetin. Paria sunuse e ka leju popullin me vjedh, me u grabit, me u korruptu, me u degeneru, me u trafiku në mënyrë të lirë edhe jashta ligjit, sepse ka qenë vetë duke vepru jashta ligjit. Nërsa paria ka qenë duke vjedh shtetin edhe shoqërinë, duke vjedh miliarda, duke pasuru pas një kusht, njerëzit e thjesht kanë zanë toka, kanë zanë prona, kanë bë krime, kanë bë natë nëntat. Pra, në këtë shoqëni të kriminalizume, nuk e legalizuar asgjë, për 10 vjet pate 495 ndërtime tjera pa le. Ky është i vetmi vend botë në cilin do më thonë baba ja vjedh tokën të birit, i biri ja vjedh motorës, kjo është një vend llahtar, sepse ajo që mungon në këtë vend është mungesa e ligjit. Mungesa e shtetit të së drejtës. Paria jonë ka qenë një pari që ka funksionu në një shtet që ka qenë një shtet super modern. Në kohën e Enver Hoxhës, ne kemi pas një shtet modern, unë kam kënë pjesë ati shtetit, se ashtu jam eduku, jam rrit, kam funksionu në strukturat saktume, dhe ne kemi pas një shtet modern në terma të drejtimit, administrimit, survejimit, të aspekteve të teknokratike tjera. Ama ky shtet ishte një shtet i dhunshëm për një masë të madhe njerëzish edhe shoqërinë që kërkonte ta dhunonte për idetë më idiote të mundshme si tufzimet, arat, edhe e bante fshatarin me shkuve me punu token me ujë e sheqer. Tashti problemi është ky që paria e Tiranës për me u pasuru vetë ka leju krimin me lullzu. Për me pas pa prekshmërinë ligjore, ka leju njerëzit me jetu jashtë ligjit. Për me kërku me shmang vlerët e vërteta morale e njerëzore, ka leju dhunimin e demokracisë dhe shitjen e votës. Për me sunu, si që tha edhe Gridi përpara, për me sunu shoqërinë e ka atomizu edhe e ka fragmentarizu në ekstrem, duke përdorë ndarjet fetare, krahinore, rajonale, pasurisë, në çdo aspekt. Kjo është të gjitha këto janë pjesa arsenalit duke e degeneru. Shiko qa jepet në për media, në për shtype, në për tjera. Sa hap një gazete vetë me gjanë që shef, do të shofi Kim Kardashian ose në një nga këto supermodelet tona lokale, do më thanë që janë paka shumë modelet këndshme, edhe në Amerikë, Kim Kardashian keni në faqet parë. Ato quhen në Amerika dhe quhen tabloide. Unë kam 25 vjet në Amerikë, unë nuk i blej edhe gazeta. Kurse në Shqipëri, me dash me lexu që ka thënë kryeministri i shtetit, duhet me kalu 10 faqe me prostituta publike në përtan botën, edhe mandej me mbrit që ka thënë kryeministri, edhe mandej na duhet me menu 2 herë kush është prostituta dhe kush është kryeministri në këtë vend. Sepse ta kanë mush gazetën 10 faqe me atë punë. Kjo është teknika e Paris. Kjo nuk është përgjegjësie as e kryeministrit të radhës, as e atij. Kam përshtypjen është përgjegjësie e medias. Të gjithë kryeministrat të radhës, jashtë radhës, lart poshtë, të gjithë janë pjesë, si që tha dhe Gridi, janë pjesë e Paris Tiranës. Ato janë 2 dur, 4 dur, 20 dur. Paria Tiranës është si Perëndia Shiva. Çdo njeri punon në shërbim të interesave të klaneve kriminale të përbashkëta. Shembulli më i bukur është Gërdeci. Shiko që anodhin Gërdec, tu të shpërthyn depo, tu dosh gjithë qytet, u shkatërun vdiqe 26 vet, të gjithë kanë kënë pjesë e kësaj. Asë njëri nuk ka shprekur, nuk ka cenu, nuk ka arrestu, nuk i ka hyrë një ferë në kam, sepse këto të gjithë janë pjesë e kësaj bande kriminale që ne e cilësojmë si Paria Tiranës.
Mirë, më do shkojnë publicitet, kur të rikthehem Valbona do të hap fjalën më njëherë, po një pyetje kam që mendoni që të na jepni përgjigjen kur të rikthehem. Mos flisni kaq ashpër për Parin se ju vjen keq që nuk jeni vetë pjesë e saj. Po më jepni përgjigjen kur të rikthehem. Përgjigjja është unë jam pari në Amerikë, unë çam duhet me kanë pari këtu, unë jam profesor. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer. Po thoje që nuk të duhet paria këtu. Nuk keni të mbledhosur se nuk keni pjesë e kësaj parie, ndaj flisni me këto. Lutem, leni t'ja ushtëroj këtë. Unë vi nga një familje që për disa qindra vjet ka qenë e përfshirë në politikat e ndryshme, të shteteve të ndryshme, jo një po në disa, e kam një traditë politike familjare, edhe nuk kam nevojë për me kenë pjesë e kësaj parie katonare Tiranës me njerëz që kanë ardhur nga fshati dhe drejtojnë struktura thjesht kriminale, vetëm e vetëm sepse duan pasurojnë sot e nesër. Unë jam pari, nuk jam pari, po jam elit në shtetin cilin jetoj. Jam një profesor në Rum, jam doktor shkencash, jam njëri i cili kam një jetë që ju përmend 1%, mund të paktën jam të 2% ose 5% në vendin cilin jetoj. Edhe këtë kam rrit në 25 vite. Jam teti edukum, jam teti respektum, ashtu siç është edhe gruaja ime, siç është edhe vllau, motra, kunata, të gjithë që i kam në Amerikë, që gjithë punojnë si intelektual, japin mësim në nivelet ndryshme. Pra, unë nuk kam asnjë farë... Mos i merrni pyetjet personale. Jo, nuk ka pyetje personale. Sepse janë gjëra që janë thënë gjatë kohës ju s'keni qenë këtu. Unë e kuptoj këtë punë jashtëzakonisht shumë mirë dhe du që edhe ju ta kuptoni thelbin e kësaj. Një njerëz si unë, i cili ka një jetë më shumë se normale, nuk vjen këtu për me folë për kundër Paris, sepse kam lefe personale, sepse unë treqerik të këtyre njerëzve për cilë të flasë, unë i kam shok. I kam pas shok fëmijët, shok shkollet, shok mitësina personale e tjera. Arsyeja pse unë i kam dalë kundër atë gjithë edhe kolegët e mi kanë bërë të njëjtën gjë, është thjesht kjo. Ne kërkojmë të mirën e këtij popullit, sepse për hir të mitësive personale nuk mundemi me kalu për të ardhmen e shqiptarëve. Ajo që ne kërkojmë është e mira e shqiptarëve. Çdo njeri që qëndron midis shqiptarëve edhe të ardhmes tyre të mirë është armiku jem, nuk është miku jem, edhe unë nuk du me kenë pjesë e kësaj parie. Mandej kolegë flasin për vetë. Griti se ndërpreva që parë kam është dhe ta fjalën me njëherë. Dua të shtoj dhe unë nga pikpamja ime, përveç atyre që thashë nga si cilat besoj që ndrojnë edhe për mua, nuk jam duke kërkuar haraç kërkujt për çështjen e mlefit, ose për çështjen e përfitimit ndaj kësaj parie, apo i të ndjerit të përjashtuar nga ky rreth njerëzish. Siç e dini ju dhe siç e dinë besoj dhe telespektatorët, unë kam qenë në Ora News përpara dhe kam folur, unë e kam pasur shansin që të jem pjesë e kësaj parie dhe për një periudhë të shkurtër kohore kam qenë funksionar i shtetit shqiptar dhe kam zgjedhur me vullnet të plot që të largohem sepse kjo nuk më përfaqësonte mua dhe duke qenë po të kishte qenë që do kisha pasur nevojë ose dëshirë të kisha bërë një gjë të tillë, do të kisha bërë atë që bëjnë shumica e pjesëtarëve të Paris, do të kisha vazhduar dhe milituar në të njëjtën forcë duke u përpjekur që të jem një nga njerëzit më besnik ndaj kryetarit radhës apo anës tjetër. Pra nuk do të jesh pjesë e kësaj Paris, po do që të rrëzohet kjo Paris që të ngrihet një tjetër. Jo, kjo është tërësisht e gabuar. Nuk është që kërkohet që të ikë një palë njerëz dhe të vinë një palë të tjerë. Kjo nuk është çështje njerëzish, thjesht. Kjo është edhe çështje njerëzish, po kjo është pikë pari çështje rregullash. Ne shqiptarët kaq jemi, nuk do të shkojmë të marrim shqiptarët as në Kinë, as në Japoni dhe as në Afrikën e Jugut. Shqiptarët këta janë, ne kemi resurse për të krijuar elita të qëndrueshme të cilat i shërbejnë kombit shqiptar, por ne duhet të krijojmë një sistem që të ketë rregulla loje të qarta, ku gjithë të jenë përgjegjës për veprimet e tyre, një sistem ku të ketë drejtësi dhe jo të ketë një drejtësi për parin e cila vjedh përpara kamerave 700.000 euro dhe dele pafajshme, ose siç ka ndodhur kryeministri deklarohet Kryeministri dhe gjithë antarët e tjerë të opozitës të Paris deklarojnë që kanë të paktën nga 200 milion euro, nga raportet e organizatave ndërkombëtare dhe asgjë nuk u ndodh, nuk u hyn gjem në këmbë. Pra, duhet krijuar një sistem drejtësie, një sistem ku rregullat janë të qarta, ku të gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit dhe ku komuniteti dhe shteti të ndihmojnë varfrit të dobët të krijojnë një sistem shëndetësie etj. etj. Dhe këtë ta bëj vetë paria, ti çoj këtë përpara gjyqit. Paria nuk e bën, nuk e ka bërë sepse nuk ka asnjë lloj interesi ta bëjë. Këtë duhet ta bëjnë shqiptarët, këtë duhet ta bëjë një brez i ri,
i edukuar edhe jashtë po edhe brenda Shqipërisë, këtë duhet ta bëjnë ata që e kanë refuzuar parinë, ata që nuk ndjehen pjesë e parisë, i kanë pasur shanse dhe nuk kanë dashur të jenë pjesë e parisë, duhet ta bëjnë disa funksionarë të shtetit të cilët nuk ndihen mirë brenda kësaj parie dhe pjesëtarë edhe intelektualëve, pse jo edhe të medjave, të cilët e dinë, të cilët e flasin nëpër tavolina, siç e dini ju shumë mirë, por nuk arrin ta shprehin dot publikisht për arsye të njohura. Valbona, pjesa jote e Parisë e shpjegimit, cila është? Paka shumë shpjegimin e dhanë kolegët e mi, ndryshimi është paria është e parë në aspektin e leadershipit. Paria janë prijatarët, janë ata që kanë udhëhequr vendin në 25 vjet e fundit. Dhe kjo klasë politike vepron në një ambient të cilin e quajmë rrethin e ferit. Dëshiron të jem pjesë e rrethit të ferit? Absolutisht jo. Sepse rrethi i ferit nuk është gjë tjetër veç se një grumbullim strukturash që duhet ishte rrethi parajsës ose rrethi shtetit funksional, ndërkohë rrethi i ferit është një grumbullim strukturash të cilat nuk funksionojnë ose sistemet brenda saj janë të jetë të korruptuara, të jetë të shkuara në mënyrë kaotike. Dhe këto struktura mbajnë njëra tjetrën dhe ky sistem nuk lejon që shteti të ecë përpara. Si mund të përkthehet kjo në kontekstin e Shqipërisë? Politizimi i administratave, ligji elektoral i cili është siç i gabuar sepse qytetari shqiptar nuk voton kandidatën e vet, por atë që i paraqet paria ose grumbullimet partijake. Kështu që, domethënë, rrethi i ferit e tregon ambientin se ku jetojnë, ku punojnë dhe si funksionon kjo pari. Të shmishtu edhe dy gjëra tjera, siç e thanë edhe doktoresha Karandra dhe kolegu Roy, problemi këtu është se këtu mungon sistemi vërtet ligjor, i cili do ta majë edhe popullin, edhe parinë në shtërnjesat njëjta ligjore. Arsyeja, siç e thash edhe më parë, është që këto njerëz nuk duan një shtet normal, sepse nuk do të lejohen me vjedh, me dhunu, me vepru siç kanë vepruar deri tash. Por ajo është zgjidhja për ne. Ajo që na duhet ne është vendosja një shteti normal që duhet vi nëpërmjet rrugës politike, sepse shteti nuk do të na vijë nga hana, por duhet të ketë një vizion, ndërgjegjësim të masave, mobilizim politik, krijim të strukturave në nivel të partive politike e shoqërisë civile, dhe një përpjekje për të transformuar shtetin duke ndjek procesin politik. Përndryshe, do të kemi dy rrugë të cilat janë të jetë frikshme për këtë shoqëri. Cilat janë? Njëra rrugë do të jetë rruga e vazhdimësisë, e cila do të na çojë në transformimin në Haitin e Europës, edhe rruga e dytë do të jetë një rrugë katastrofale në të cilën do të njekim atë dhunë që pam tek djegja e tij bunkeri që është në rrun furr buket, thjesht në efigji, si djegja shtrigave, ajo do të jetë një proces që do të përsëritet shtëpi deri në derë të Paris. Këto njerëz mund t'i marrin paratë e tyre, mund t'ikin nëpër botë, por të mos mendojnë se në këtë vend kush e ka pas ndonjëherë të sigurt jetën, pasurinë dhe kokën. Sepse e tillë është situata jonë. E kanë çu vendin në gjendjen tillë që edhe ato duhet me kuptu që nuk ka më zgjidhje. E vetmja rrugë është ndryshimi, edhe ai ndryshim është në të mirë të shqiptarëve, edhe në të mirë të vetë Paris. Siç e tha edhe Gridi, ne nuk presim në ardh shqiptar nga hana. Këto jemi ne. Të mirë dhe të shqi. Atëherë le të kërkojmë ekuilibrin e duhura shoqërore që të mos lejojmë që gjendja të përkeqësohet e të përfundojmë në vende si Haiti ku njerëzit hanë dhe ose në vende në cilat fillon lufta civile nuk din me marrë asnjëherë. Domethënë, që ta kuptoj unë dhe teleshikuesit po na ndjekin, si do rrëzohet kjo pari për cilën ju po flisni? Nuk është çështja e rrëzimit, çështja si do largohet? Çështja është transformimi. Si nuk do ketë ndikim më në fatet e vendit? Shiko, njerëzit, parit politike, parit janë pari sepse nuk kanë vetëm ndikim mi politike. Kanë ndikim mi ekonominë, mi vlerat, mi mendsinë e tjera. Pra, askërkush nuk pretë nuk shpreson që paria do të shmanget tanësisht. E vetmja periudhë në historinë tonë, në cilën e kemi shmang parin tanësisht, ka kënë viti 1944, në cilin njerëzit u kapen, u rrasën e për burgje, u vran, u dënun, u zhduken, u çunë kampe për qëndrimit, edhe ne e fillum nga zero.
në gjendjen cilën jemi, as kërkush nuk kërkon me fillu nga zero. Po ajo që ne kërkojmë është një riorganizim, që sugjerojmë, siç e thanë edhe kolegët e tjerë, është një riorganizim i shoqërisë në mënyrë që edhe këto njerëz që sot po sillen si përbindësha ta dinë ku e kanë kufirin e tyre. Ne kërkojmë ta fusim djallin në shishe, atë gigantin e prallës arabe që del nga shishja edhe plotson 3 dëshirat. Atë gjinin, atë ne kërkojmë ta fusim shishe edhe ajo shishe quhet shtet, quhet ligj, ka një nuancë shumë fine në atë çfarë Shenasi dhe dua që ta evidentoj. Mua më krye përshtypja që po flisin për revolucion, po ti the transformim. Janë dy procese të ndryshme. Transformimi dhe revolucioni. Ju në fakt çfarë po kërkoni? Transformim apo revolucion? Ajo që ne kërkojmë është revolucion, vjen nga fjala latine revolutio, që do të thonë kthim. Ajo që ne po kërkojmë është ndryshimi rrugës, ndryshimi kursit, vendosja ligjit, krijimi i një shteti drejtës, zbatimi i parimeve demokratike, një sistem elektoral ndryshe, kthimi i dinjitetit qytetarit, sistemet e mbrojtjes për të varfrit, mjerët, për skamnorët, për të pamunërit, nevoja për ta shumë e thjeshtë kur i numëron këto. Po si do bëhen në këtë Shqipëri këtu? Rrugën politike, duke fillu, duke ju ndrru menën s'parit ju. Jo, unë nuk kam mendjen, unë po bëj mendjen e moderatorës këtu. Edhe ekipi tuaj, edhe çdo njeri tjetër. Nëse mendojnë që e ke lexuar mendjen time, e ke gabim. Dhe mendon që unë jam. Vjen shumë keq, ajo që unë thash është duke kërkuar me ndrru mendjen tuaj, duke ju thënë me që keni kaq hezitime për çka flasim ne, duke kërkuar për me ju bind që kjo është rruga e detyra ime është që unë të sfidojnë atë që thonë që të kemi debat, mos vetëm të flisni ju. Kështu që prandaj thash mos mendoj që e di se çfarë mendoj unë për parinë dhe për zhvillimet në Shqipëri. Të kapësh atë temat, transformim edhe revolucion janë në njëjta gjë. Evolucion dhe transakcion është pjesa tjetër. Të dyja këto përbëjnë reforma, po të parat përbëjnë reforma me inkrementet vogla suksesi, ndërsa të dyja përbëjnë reforma të planifikuara ose të pa planifikuara, po që ka transformim total. Kërkojmë revolucion, ne kërkojmë që vendi të kthehet në rrugë të drejtë. Ne kërkojmë që shteti i së drejtës të zbatohet. Ne kërkojmë që ligji elektoral të hartohet në një mënyrë të tillë që populli të zgjedhë kandidatët e vet. Ne kërkojmë që kushtetuta e Shqipërisë të ketë 3 degë të balancuara, që jo ekzekutivi të kontrollojë të dyja degët. Ne kërkojmë që gjykata të mos jetë e korruptuar. Ne kërkojmë që korrupsioni të dënohet dhe mos të dënohet varfëria. Po, e kuptoj, këtë kërkoj dhe unë. Këtë kërkoni ju, këtë kërkojnë të shumë shqiptarë që nuk e gjejnë veten në Shqipëri dhe janë jashtë. Po si do të bëhet? Kultura. Ku do t'ja kërkoni këta? Kësaj parie është kultura, ndryshimi i kulturës, ndryshimi i mentalitetit. Kultura do vite, do breza që të krijohet. Kjo është pjesa e parë e ndryshimit. Ne po flasim për Shqipërinë dhe për emergjencën që po thoni ju tani. Kjo është faza e parë e ndryshimit. Ndryshimi është shngurtësimi i strukturave, shngurtësimi i mentalitetit dhe ndërgjegjshmëria për ndryshimin e status quo-s. Ndërgjegjshmëria e vet Paris. E kujt? Ndërgjegjshmëria e publikut. Ndryshimi nuk vjen nga lart, vjen nga poshtë. Edhe gjitha kjo është mentaliteti i poshtë. Dhe jeni realist që ju duket që ka ndryshim nga poshtë, po vlon, po zgjen? Parit zojatare përfundojnë në giljotina sepse nuk e kuptojnë ndryshimin. Ajo që ne kërkojmë me ba është sepse prandaj janë shpik giljotinat, me myt parit që nuk dënë me bate. Ajo që ne sugjerojmë është kjo, duke qenë se në shtetin shqiptar ka struktura politike demokratike, tashmë të vendosura, të respektuara nga jashtë ose një farë mënyrë të kurzuara nga jashtë. Ne duhet njehim atë rrugë të ndërgjegjësimit, siç e tha doktoresh Karanja, të masave të popullit, mobilizimit të popullit edhe të përpjekjes për të ndryshuar rrugën në cilën jemi. Mos harro që në këtë flisni, të lutem. A patëm zgjedhjen 2015-ën? Po. A votuan kjo pari, këto parti që kemi sot? Listat të paraqiten. Dhe do paraqiten prapë dhe në 2017-18 kur të kemi zgjedhje. Ne kemi bërë thirrje për bojkot. Nëse nuk kemi për zgjedhjet, po ju keni flet me bar. Grid. E para domethënë siç e tha dhe. Tani meqense ju jeni në një mendje debatin do ta bëni me mua, kuptohet. Po të kishim të tjerë do ta bënit me të tjerë në panel. Nuk ka asnjë problem. Pikës pari ne kemi dhënë një hap të parë ose të themi një fillesë të ndërgjegjësimit njerëzve që do të ishte bojkoti zgjedhjeve të 2013-s. A është demokratike kjo? Absolutisht është pjesë e teknikave të përdorura në demokraci. Njerëzit nuk ftohen që ta injorojnë demokracinë ose ta zhvlerësojnë demokracinë, ata ftohen që të shprehin pakënaqësinë e tyre nëpërmjet një vote të bardhë, sepse asnjë nga palët nuk i përfaqëson. Dhe çfarë ndryshimi prodhon kjo vote e bardhë? Nëse do më lejoni do t'ju shpjegoja.
vota e bardhë do të ishte një hap i parë drejt ndërgjegjësimit. Pra, unë e kuptoj që skepticizmi juaj, i cili është i kultivuar në 25 vjet dhe është shumë i vështirë për t'u hequr. Dhe shumë njerëz na thonë që dakord, ju keni shumë të drejtë, po është e pamundur që të ndryshojë. Hajde jetoni këtu dhe e bëjmë bashkë ndryshimin. Mund bëjmë dhe unë me ju, po hajdeni këtu dhe provojeni. Unë jetoj këtu, kam jetuar këtu dhe do të vazhdoj të jetoj këtu në një mënyrë ose një tjetër, ashtu si dhe kolegët. Me zemër. Me zemër, fizikisht, në mënyra ndryshme. Ashtu është ndryshe nga të jetuarit fizikisht me të pasur nevojat jetike në këtë vend, të lidhura drejt për drejti. Edhe nga kjo pari që thoni ju. Qartë, por çdo ndryshim, përveç se revolucionit që ju po e sillnin vëmendje me shumë frekuencë, me shumë shpeshtësi, ndodh me fazat ndryshme. Pra, fillon ndërgjegjësimi, nga ndërgjegjësimi i një personi, një nga një, kalojmë në ndërgjegjësimin e një grupimi shoqëror, pastaj disa grupime shoqërore organizohen dhe kur këto grupime shoqërore organizohen në mënyrë prodhojnë një transformim i cili pastaj reflektohet në shoqëri. Pra jemi tek faza e ndërgjegjësimit akoma. Nuk mund të pretendojmë, jemi tek faza e ndërgjegjësimit sepse pa modesti false, ne mund të themi që ne jemi të vetmit që arrim të japim një diagnozë të qartë, një gjëje që e shohin të gjithë, por që ose për arsye frike, ose për arsye konjunkture, nuk arrin të thonë dot. Pra, jemi tek faza e ndërgjegjësimit sepse ende nuk po arrim të vrasim frikën ndaj kësaj parie. Dhe nëse do bëjmë për kufizimin e lirisë, nëse do themi që në 90-të nuk ishim të lirë dhe sot jemi të lirë, duhet bëjmë gjithashtu edhe një paralel tjetër, që në 90-të kishim frikë dhe sot kemi frikë. Pse kemi frikë ta themi këtë? Nuk duhet kishim frikë. Ose mund mbetemi të qenurit të lirë, por a dim se çfarë është liria në të vërtetë? A dim ta shfrytëzojmë të qenurit të lirë? Nga pikpamja filozofike ne do të mbaronim nesër në mëngjes dhe nuk besoj që mund të flasim nga pikpamja filozofike. Jo, është konkrete fare, nuk është fare filozofike. Nuk ju shërben njerëzve. A mendon realisht që publiku i thjesht ata qytetarë për cilët foli dhe shanasiu më herët që janë për bukën e gojës e dinë se si mund ta shfrytëzojnë lirinë? Liria e tyre është të qenit pjesë e një komuniteti ku ka një shtet fort që i mbron, që ju jep të drejtat themeltare. Nuk ekziston pra ky shtet. Pikërisht pra po flasim për një realitet tani kjo 25 vjet këtyre njerëzve ju është thënë që kjo është normaliteti. Si ta shfrytëzojnë lirinë ai kur nuk e di se çfarë ka liria dhe çfarë sjell liria për të? Këtë po bëjmë. Pikërisht këtë po bëjmë. Skepticizmi ndaj kësaj që po bëjmë ne në këtë rast nuk qëndron sepse pikërisht këtë po bëjmë. Po i themi që nuk je i lirë, po i themi që kjo që të është dhënë deri më sot, ky ushqim shpirtëror, kjo propagandë e shfrenuar, ky rotacion nëmjet disa palëve kriminale, ndërsa nëmjet disa palëve të korruptuara deri në palc, që janë bërë tashmë miliarder dhe vazhdojnë të kërkojnë të pasurohen në kurriz të këtyre qytetarëve, nuk është në shërbimin tënd. Në momentin që qytetarët ndërgjegjësohen, dhe këtu pastaj vjen çështja që a kemi besim apo jo tek shqiptarët. Njëra nga pikat që ne shtrojmë në për argumentat tanë është që paria i trajton shqiptarët si sklever, i trajton shqiptarët me atë tokë fjalçin këta pisa, këta që na ranë për hise ose gjëra të tjera të thëna në mënyrë më popullore. Ne i trajtojmë shqiptarët si vëllezërit, motrat tona, të cilët ndonë se mund të mos jenë të vetëdijsuar në këtë moment, janë pjesë e popullit shqiptar, janë zgjidhja. Shqiptarët janë zgjidhja, nuk është paria zgjidhja. Tu kemi të mirën dhe të keqen, nëse do ta shohim filozofikisht. E mira janë shqiptarët, me të metat dhe me të mirat e tyre, po e mira përfaqësohet ndër shqiptarët, e keqja është padyshim paria. Kam një pyetje pra për Shanasiun. Ju thoni ferri, dhe është paria e rrethit të ferrit. Ka nga ata që ju i keni grupuar tek paria, që thonë që nuk qëndron kjo, që ne kemi qenë të vetëdijshëm që po ndërtojmë një ferr, se në fundit këtu kemi jetën tonë, këtu kemi fëmijët tanë, këtu po ndërtojmë jetën edhe pse jemi te ky 5% që i pasur etj. Qëndron ky argumenti i tyre? Argumenti i tyre qëndron, por qëndron në këtë anë. Edhe njerëzit plasin duke hangër ose duke pi ujë kur janë shkretirë dhe nga etja. Kur shkon shkretirë, nuk e pi ujë disa ditë, pin ujë me një herë dhe vdes. Uria e etja që këto njerëz kanë pas për mallë për gja, për pasuri, nuk i ka leju me këto njerëz. Këto kanë qenë sklever të anës materiale. E duke qenë sklever të anës materiale, këto kanë injoru gratë, fëmijët e tyre, familjet e tyre dhe tashti e shohin vedin që kanë mërrit në atë rrugë e cila, si çdo të thotë çdo kristian i vërtet anena, rruga e ferrit është e shtruar me qëllime të mira. Edhe duke menduar se këto po bëhen të pasur, se po ja fusin gjithë i popull, se po kthejnë këtë popull në sklever, këto kanë mërrit me pa fëmijët e tyre që tash i dërgojnë rrugave të botës me shpresë që do të edukohen dikon e përfundojnë duke bërë 99 zezat rrugave të botës. Pra nena ky është rrethi i ferrit, cilin këto e kanë kriju
duke menduar që po shpëtojnë vetveten, edhe në të njëjtën kohë gjen veten e tyre, fëmijët e tyre, gjithë shqiptarët e tjerë të ndryrim këtë rreth skllavniet edhe ferrit. Po, a nuk është babëzia një fenomen që e keni ju në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kanë shoqëri shumë të zhvilluara se kjo e jona, grid për të pasur sa më shumë? Nuk është karakteristike e shoqërive të zhvilluara gjithashtu, jo vetëm ne gjithë e kemi pasurinë tonë të vënë me munë, por e kemi të vënë me ligj. Ne nuk i kemi marrë jetën kuj, ne nuk na shohin fëmijët tonë duke bërë 400 poshtërsira në ditë, nuk na shohin gra duke pas ka 400 dashnore, nuk na shohin tjerë duke ecë me makinat vjedhuna, e duke shit drogë, e duke bërë natën në nxezat. Ne jena njerëz që jetojmë me nerë, marrim atë rrogë, punojmë si gjithë tjerët, edhe fëmijët tonë kur na shohin ne, shohin modelet e qytetarit e të njeriut që jeton me dinjitet. Nërsa në këtë vend, zvetnimi që ka nisë tek nana e baba, është përcjellë në mënyrë shumë fish tek fëmijët e tyre e pjellat e tyre. Pra nena, kjo është ajo që ne kërkojmë të ndrojmë, duke pas shtërnjesat e ligjit, duke përdor metodat e mënyrat politike, për të ndrruar edhe mendsinë e këtij populli, se ky është ai popull që votoi monarkinë vitin 1997, u vodhen votat për 3 muaj, një njeri që mezi fliste politikisht gjuhën shqipe, erdhi edhe mori 1/3 e votave me 10 biseda në këtë popull. Kjo është një shenjë që ky popull ka një jetë të jashtëzakonshme për ndryshim. Këtu ke pas parti politike të cilat mos ishin diskredituar nga udhëheqësit e tyre, linden si shpresa të mëdha. Ajo që shqiptarët nuk pranojnë sot këtu, është që me ju besu ai që është djegur nga zjarri i Fryrën dhe Kosit. Shqiptarët nuk pranojnë me ju besu politikanëve e shtresave që kanë. Ato kërkojnë zgjidhje. Zgjidhja vjen jo nga individet, vjen nga ideologjia. Kur njerëzit kushdo që është të bëhet ushtari asaj ideologjie, zbatuesi asaj ideologjie, edhe njerëzit ta shohin se këto njerëz kanë qëllim, nuk kanë hyrë politik thjesht për të pasuruar, për të vjedhur, për të grabit, për të dhunu, atëherë njerëzit kanë me thënë, unë kam me të njeh këty mrapa. Kjo është zgjidhja jonë, sepse nëse ne ndoqim diken që erdhi nga Afrika e Jugut, atëherë pse nuk do të njehim djemt e vajzat më të mirë atij populli që duhet dalin këtu, sepse ato janë këtu. Çdo njeri që sot sillet si një bandit i lindur, si një mafioz i Napolit, çdo njeri kur e nxjerr jashtë dhe funksionon në struktura shoqërore, funksionon si njeri normal. Ne shqiptarët shkojmë jashtë dhe jemi ndër qytetarët më të mirë të vendeve ku jetojmë. Pse duhet që ju të mendoni që pasurinë time, unë kam pasuri jo modeste, e kam vënë me krim dhe me vjedhje. Pse ju duhet mendoni që ato metoda që funksionojnë këtu, funksionojnë edhe në Amerikë. Ka ligj në Amerikë, ka shtet. Edhe shteti jemi ne. Shteti pikërisht këtë kërkojmë edhe ne me ba. Kërkojmë me vendos shtetin. Shumë shkurtëzi, e tha pak tani në fund Shinasiu, ky krahasimi midis realitetit tonë si normal dhe realitetet e tjera të shtetet zhvilluara, duke përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara dhe etosit të tyre si i një trajtshëm, është një teknikë e njohur e Paris Tiranës, e cila kërkon të na thotë që ky është realiteti, kështu kanë bërë të gjithë. Mirë po, siç e dini ju dhe siç e dinë shumë shqiptarë që kanë jetuar jashtë, etosi i një shteti si Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përfaqësohet vetëm nga ndarja e madhe midis atyre që kanë shumë dhe midis atyre që kanë pak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një nga vendet ku banorët, qytetarët e atij shteti japin më shumë para për të varfrit dhe për organizatat jo qeveritare që ndihmojnë të gjithë shtresat në nevojë. Pra janë miliarda dollar që japin amerikanët e thjesht, jo shteti amerikan, pra etosi përfaqësohet në këtë mënyrë. Pra krahasimi nuk qëndron. Të kthehemi tani tek argumenti shqiptar sepse ai është më i rëndësishëm, kjo ishte vetëm paranteza. Nuk mund të ndërtohet një shtet real që t'i shërbejë të gjithë shqiptarëve duke pasur si bazë vjedhjen, korrupsionin, vrasjen dhe klanet, çetat dhe bandat kriminale dhe strukturat e tyre. Është e pamundur. A mund të ketë njerëz brenda këtyre strukturave që shërbejnë një shteti të mirë? Sigurisht që mund të ketë, sigurisht që ka, por siç e thash dhe më parë, duhet ndryshuar sistemi i rregullave, duhen mbajtur rregulla të forta dhe këto rregulla të forta janë të mundshme të bëhen dhe ka njerëz të aftë që ti zbatojnë ato, por duhet që njerëzit ndërgjegjësohen. Çfarë do të bëjnë denoncuesit e Paris rrethit të Ferrit, nëse keni një alternativë, kur të rikthehemi nga publiciteti do doja të më jepni një përgjigje. Mos u largoni.
Jemi rikthyer për të vazhduar debatin tek alternativa e mbylla në fakt para se shkonin publicitet. Zonja Karanxha, cila është alternativa juaj? Çfarë po ofroni? Përveç denoncimit, për parim. Okay. Ne si intelektual i kemi dedikuar kohën tonë përpjekjet, sidomos në 3-4 vjet e fundit, që ishin përpjekjet koordinuara dhe përpara këtyre përpjekje individuale ose dhe të koordinuara. Çfarë po kërkon, cilat janë alternativat? Alternativat mbështeten në ideologjinë që ne mbështesim dhe kjo quhet ideologjia e shtetit komb. Shteti komb është parimi mbi të cilin shqiptarët identifikojnë se kush janë, se çfarë kërkojnë, se ku duan të shkojnë, se kë kanë rreth e rrotu, se cili është misioni i tyre dhe si do ta arrijnë misionin e tyre. Konkretisht shqiptarët të gjithë i marrin, opinioni publik do zgjidhje literale, zgjidhje tani dhe më jep formulën tash, asnjë nuk ka formulë magjike. Formula nuk ka formulë magjike. Ka vetëm një rrezik që do doja ta evidentoja, meqense po thatë që krijimi i shtetit komb, a ka rrezik të keq kuptohet si koncept dhe të i lërë vend ekstremizmave, nacionalizmave që do të ishin edhe më të dëmshëm për këtë situatë ku jemi? Po, koncepti mund ta marrësh, mund ta interpretosh si të duash. Se flasim për këtë kategori që thamë janë të paedukuar, të pashkolluar, që janë lehtësisht për të përdorur dhe për të futur në një ideologji të gabuar. Është ky rrezik edhe me keni menduar dhe këtë? Jo, nacionalizmi është pjesë e një spektri të gjerë. Për fat nuk është as imperializëm, as ekspansionizëm. Nacionalizmi është të qenit të identifikuar si kom shqiptar, si në Shqipëri, ashtu dhe në trevat e tjera. Çfarë na bashkon ne shpirtërisht? Çfarë na bashkon ne? Pse quhemi ne shqiptar? Pse quhemi ne shqiptar? Ne quhemi shqiptar sepse na bashkon kultura, etniciteti, kultura jon kombëtare, kultura që na lan, se kjo e sotmja është për kultura që na lan rilindasit. Rilindasit, okay. Mirë, deri atje arrim ne. Besoj. Identifikimi si shqiptar është fillon që nga shpallja e pavarësisë, kur ne njihemi si komb, njihemi se kush jemi. Njohëm vetveten. Padyshim që shoqëritë kalojnë në faza dhe mbas shpalljes së pavarësisë me krimin e diktaturës, me krimin e tranzicionit gjatë. Këto janë gjëra normale, nuk është se ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Shumë vende të cilat kanë fituar pavarësinë që 1800 prap nuk e kanë gjetur vetveten. Merr Amerikën Latine prap në të njëjtën vorbullësh, ose merr vendet e Afrikës në të njëjtën vorbullësh. Sa na duhet gjejmë identitetin kombëtar. Kjo është e papërcaktuar sepse kjo varet nga ne, kjo varet nga populli. Ndërgjegjësimi i popullit është ai që do t'i tregojë që ne jemi shqiptarë dhe meritojmë më shumë. Jo përfundoj, s'kishte diçka Valbona. Jo, s'ka problem. Ajo që ju e përkufizuat si ato shtresat që nuk që janë të palexuara, të paditura, do doja të bëjan atë ndarjen midis ndjesisë së identitetit dhe anës të kulturës përgjithshme, nëse mund ta quajmë ashtu. Të ndjerit shqiptar nuk ka lidhje me sa libra mund të ketë lexuar njëri ose nëse është analfabet funksional apo jo. Të ndjerit shqiptar është ka të bëj me historinë e këtij kombi, ka të bëj me ndjesitë e përbashkëta, ka të bëj me një botë kuptim të përbashkët, i cili nuk rrjedh nga qenit apo jo në të njëjtin nivel arsimor. Dhe shqiptarët këtë lloj botë kuptimi dhe këtë lloj ndjesie të përbashkët dhe këtë lloj niveli vlerash ideologjike të përbashkëta e kanë shprehur duke filluar të paktën nga rilindja, e kanë shprehur politikisht duhet të them. Duke filluar të paktën nga rilindja kombëtare dhe kjo është fryma që ne kërkojmë që të vijojë, të pasojë, sepse jo vetëm sepse mendojmë ne, po sepse mendoj që kështu e kanë bërë të gjitha shtetet më të zhvilluara të botës. Kombëtarizmi ka qenë në bazë të ndërtimit të shteteve shumë të fuqishme sot si Franca, Italia, Britania e Madhe e të tjerë. Pra, nuk është kombëtarizmi nuk është i njësueshëm me ekstremizëm. E drejtë. Kombëtarizmi është i ushqyer me vlera të cilat i gjen dhe të bëjnë në një farë mënyrë ti përkasësh atyre, të ndjesh, të kesh një identitet që ti i pëlqen, je pjesë e tyre. Kam shumë se shqiptarët nuk e gjejnë veten tek identiteti i kësaj Shqipërie të sotme të paktën. Më lejoni që të mos jem dakord me juve. Absolutisht, është pjesë e debatit sot kam vështirë. Unë besoj shumë që shqiptarët kudo që ndodhen dhe shihet në kontekste ku nuk janë të kontrolluar nga struktura si këto të Paris, Tiranës, shqiptarët ndihen të lirë, ata ndihen shqiptarë. Shqiptarët ndihen të lirë
në evenimente kulturore, në evenimente sportive, shqiptarët ndjehen të lirë, ndjehen shqiptarë dhe shprehin identitetin e tyre me forcë kur gjenden të rrezikuar nga jashtë, kur janë... Meqense më keni dhënë këtë detyrë të vështirë sot, po e vazhdoj. Shqiptarët sigurisht që janë të lirë dhe ndjehen shqiptarë, unë kam parë festa që bëjnë kur janë jashtë, festat kombëtare, që është gati si një detyrim i bukur, shkojnë pinë një gotë vere, gëzojnë, festojnë së bashku dhe ka këngë patriotike. Siç janë krishtinët në botën perëndimore. Po a janë shqiptarët solidarë me njëri tjetrin kur janë jashtë? A kanë krenari për vendin e tyre kur janë jashtë? A ndjehen që kanë një set vlerash të cilën ata duan dhe ndjehen krenar t'i promovojnë, t'i shtojnë, t'i paraqisin fëmijëve të tyre? Unë di shumë shqiptarë që nuk mësojnë as shqipe në fëmijët e tyre. Për çfarë krenarie identiteti flisni ju këtu? Ne flasim për shiko. Ajo që ju nuk shihni ose po e ngushtoni problemin është ky. Thelbi i çdo gjëje është kjo. Asnjëri nuk mundet me jetu pa një botkuptim të caktuar. Ai botkuptim mundet me kenë kombëtarist, mundet me kenë fetar, mundet me kenë një ideologji që vën bazë individin edhe që njeriu mendon se është njeri i veçantë, dhurat nga Zoti që i ka ardhur gjithë shoqërisë dhe që ne duhet ta admirojmë sa herë shkon Big Brother ose diku tjetër. Ajo që ne kërkojmë me është kjo. Kyt nevojë të njerëzve me i përkit një grupi të caktuar, me qenë pjesë e një grupi të caktuar e mishron mas miri se çdo gjë tjetër ideja e shtetkombit. Një shtet nuk mundet me ekzistu pa një grup të caktuar, e nëse ai grup nuk ekziston, shteti e krijon, e nëse ai grup ekziston, shteti mbështetet në te. Kur shteti ekziston, e krijon dhe këtë. Ne kemi shtetin, kemi shtet funksional me demokraci. Jo, shtetet nuk nisin si shtete funksionale. Shtetet shumë herë, të gjithë shtetet kanë nisë si shtetet dopta sepse janë shkput nga një shtet tjetër. Ose janë produkti një lufte civile, ose janë produkti pushtimit, ose janë produkti rebelimit. I kolonizmit të deshët. Edhe i kolonializmit dhe janë bërë shtetë. Edhe i kolonializmit në tanë. Po në rastin tonë shqiptar, ne kemi një shtet që njihet ndërkombëtarisht. Kemi një soj si që kemi këtë gotë ujit, që duhet mushet me ujë, atëherë me çfarë do ta mushish këtë shtet shqiptar? Parisi Tiranës, siç e tha dhe Gridi, intereson një individualizëm ekstrem. Intereson ai nivel budallikut dhe materializmit i cili karakterizon masat e skllëvënve të mirëfillt në përbot tjera, në kohë tjera. Ajo që ne na intereson është që këtë gotë ta mushim me vlera, me ide që janë idejet edhe vlerat që kanë karakterizu këtë popullin tonë. E sa për ne shqiptarët, ne jemi shumë krenarë. Jemi shumë krenarë sepse gjatë gjithë ekzistencës tonë, 2000 sa vjeçarët njohën, kemi drejtu shtete, kemi drejtu perandori, jemi një popull që kemi lanë një gjurmë në gjithë librat e në historitë e popujve tjerë, jo vetëm si një popull krenar e trim e tjerë, po si një popull punëtor, si një popull me kurajo, si njerëz që kanë bën shtete për gjithë botën. Përveç se shtetin e tyre. Jo, ne kemi bën shtetin tonë, por shteti jonë... Po cilin shtet? Këtë të Ferrit? Këtë të Paris? Për cilin shtet ndjesh krenar, aktualisht që flasim? Paria ka ndërtu një rreth Ferrit sepse synon ka besu, sepse kjo është rruga nëpërmjet cilet do të pasurohet vetë. Ajo që ne kemi bërë si shtet edhe cilin e besojmë se do ta bëjmë është kjo, që të më kuptoni qartë. Kur është ndërtu, kur është kriju ose shpall i pavarur në shteti shqiptar, është shpallur me besimin që shqiptarët nuk duhet bëjnë shtet. Edhe prandaj tokat më të mira, trojet më të mira, masën më të madhe të shqiptarëve i kanë lënë jashtë kufive. Megjithatë, edhe brenda këtij shteti, pavarësisht se kemi qenë në anë të ndryshme të botës, për periudha të caktuara kemi pas një identitet jashtëzakonisht fort. Ajo që ju thatë, ka njerëz që nuk i flasin fëmijëve tyre shqip, pajtohem me ju, po ata njerëz nuk shkojnë në festat kombëtare, ato nuk martohen me shqiptar, ato nuk mbështesin kombëtare, ato nuk janë njerëz që lexojnë libra shqip, ato nuk janë pjesë e diasporës tonë. Ato janë thjesht një masë njerëzish që janë shkput nga ky trung i kombit. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është se Bashkimi Kombëtar, ky bashkim i mbështetur në identitetin e vlerave, gjuhës, kulturës, traditave e tjera, është pa mas qartit në gjitha aspektet në bazë të cilit funksionon një shoqëri në kulturë. Shikoj, ke pavarësisht se çfarë këngëtarësh degeneruar janë ato, por shkojnë nga një anë kufirit, qof Kallashi, Bleona, Qiljeta, ku diun këto supermodelet e këtushme që unë nuk i njeh fort, por këto shkojnë nga një anë kufirit në anën tjetër. Po emrat u a the mirë. Emrat i lexoj te gazetat shqiptare, sa herë që hapi gazetën, atë shohun, ç'a bani filan aktore.
fillan aktore në Hollywood, do më thënë që e keni pështu Hollywoodin ju prej Tiranit, por ne do më thënë që jetojmë atje nuk e njofim, por thelbi është ky, që me gjithë se ju e keni shpëtu Hollywoodin, populli shqiptar e nje kulturën marë shqiptare ku do që është. E nje kombëtar, në matë e përke shqiptar nga Kosova në kombëtare. Lexon të njëjtat libra, promovon të njëjtat vlera, këtë njëjtat televizione, këtë njëjtat personalitete. Ju njiheni e respektoheni matë e për në Kosovë se në Tiranë. Kështu vjen puna që njerëzit që njekin këto gjëra, e kanë krijuar shtrezim të gjuhës e të identitetit. Ato kufij që kanë ekzistu janë shkri. A është nacionalizmi i rrezikshëm? Është i rrezikshëm kur bëhet shovinist. Kur ne themi që Beogradi ka kënë tokë shqiptare, Athina ka lagjen plaka, Selaniku ka pas lagje shqiptare, ne kemi shku deri në Bosnjë, atëherë ne bëhemi të rrezikshëm. Por kur ne të themi që ne nuk kërkojmë gjatë tjetër, na dona shqiptari me dash shqiptarin tjetër, me jetu në shtetin shqiptar me nerë dinjitet si shqiptari tjetër, atëherë kufijt do të bëhen parancishëm edhe kombëtarizmi i shqiptarëve jo vetëm që nuk është i rrezikshëm, por është ndoshta i vetmi kombëtarizëm pozitiv që ekziston në këtë zonë të hupur të Azisë, se nuk jemi as Europë, siç është Ballkani. Faleminderit. Mirë, vetëm se bëre një dallim që nuk mund të më shpëtoj pa e thënë. Thatë ne dhe ju. Shikon që ka një lloj ndarje midis ne dhe ju? Ju që jetoni këtu. Ne që jetojmë këtu, dakor. Ju që jetoni këtu, edhe ne që jetojmë atje. Ne shkojmë atje edhe pavarësisht se nga vim, të gjithë na njohin si shqiptar. Nuk na thot kush a je nga Kosova, nga Mitrovica, a je nga Shkodra, a je nga Vlora, nga Puka, a nga Korça, ato të gjithë na thonë që jeni shqiptar. Mbritëm te një pikë që e kam menduar, jam përpjekur dhe në emisionin që kam ta bëj her pas here si temë, por është e vështirë të çahen ato ju që i keni quajtur paria, apo dhe interesat tjera që e lidhin mosbërjen e kësaj që do pyes tani. Diaspora, e drejta për të votuar, është e qëllimshme që e lën jashtë? A ka shanse të filloj të bëjmë diçka që të votojnë ata 1,5 milion që thamë pak më herët të jetojnë jashtë? Absolutisht që është e qëllimshme që lihen jashtë, absolutisht që ka që secili nga shqiptarët në diasporë kanë të drejtën e tyre të thonë fjalën e tyre për shtetin shqiptar. Unë do të shtoja këtu asaj që i tha Shënasiu si parantezë që me teknologjitë e reja ju po bëni më tepër e njohur edhe në diasporë, sepse tani të gjitha këto programe transmetohen edhe live, edhe në kohë reale në diasporë. Mos më të ndoni që të vi andej. Mirë se të vini, jeni mirë se ardhur dhe keni për të parë sa popullore jeni. Diaspora ofron vlera dhe ka një stake, për të thënë shqip, ka pjesë të saj të pamohueshme në shtetin shqiptar, në fatin e kombit shqiptar dhe në fatet e popullit shqiptar. Pra, roli i diasporës duhet kishte qenë më aktiv, do të jetë më aktiv në një shtet normal shqiptar dhe për sa i përket çështjes që angazhimi i tyre drejt për drejt, është e drejta e tyre legjitime të shprehurit votës, ashtu siç e kanë bërë shumë shtete të tjera të zhvilluara, dhe kjo është një veprim i qëllimshëm i Paris, i cili, sepse ata kanë frikë, gjitha palët e Paris, pas një dallim, dua të theksoj këtu që qasja jonë nuk bën asnjë dallim midis palëve të Paris, majtas, djathtas, janë gjitha për kufizime boshe, ta janë gjithë një grupim që punojnë në fundit për të ruajtur sistemin. Pra, për sa i përket diasporës, vota e diasporës do të ishte e pakontrollueshme prej tyre, ose shumë më e vështirë për të kontrolluar dhe do t'ju rrezikonte seriozisht. Pale pasaj për të manipuluar apo deformuar. Do t'ishte edhe më e pamundur. Kështu që pikërisht për këtë që ju thoni, është e vështirë për Parin ta pranoj, po kjo është një detyrim i shtetit shqiptar. Meqense kërkoj ndjes publikut, se mbase nuk e di, po e marrë të mirëqen termin tuaj, meqense ju kam dhe të ftuar në këtë emision për Parin, që po e përmendim, po e marrim si të mirëqen Parin dhe kemi po diskutojmë për të. E zëm se Paria në një moment caktuar vendos që të ketë dhe votën e emigrantëve. Çfarë do ndodh? Vota e migrantëve shton dinamikën, sepse migrantët megjithëse jetojnë andej kanë përsëri pluralizëm mendimi dhe janë të lirë të votojnë për atë që duan. Aktualisht migrantët në Amerikë po edhe në Evropë
janë të djathtë, kanë ideologjinë e djathtë, kanë ashtu dhe të majtë. Kështu që kjo do ishe një proces demokratik që dhe ne do ndjeshim krenar, po dhe do ndjeshim mirë që vota jonë si qytetar shqiptar vlen. Vota jonë shkon diku dhe vota jonë zgjedh atë që ne kërkojmë, atë që është më e mirë, atë që përfaqëson popullin. Po kjo do arrihet vetëm kur ndryshohet ligji elektoral që përfaqësuesit vi nga populli. Unë personalisht nuk mund të votoj për një listë që m'jepet për kandidat që kanë të ardhur të kaluar të dyshim dhe e ardhmja nuk dihet se çfarë do jetë. Për të mundësuar votimin, se nuk e përmend as parë, është nevojshme, është tërësisht e nevojshme që sistemi elektoral të jetë një sistem i pastër, proporcional, ku vota gjithë secilit të ketë të njëjtën peshë. Mirë, sigurisht do duhet edhe një numërim, kam përshtypjen në një database i gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë për momentin nuk ekziston. Dhe që ajo do ishte një nisje e mirë për të filluar për të mbritur tek ky proces. Kështë diçka për votën e emigrantëve, Shërësi? Vota e emigrantëve është e rëndësishme, siç e thanë kolegët, por emigrantët sjellin një gjë që në këtë shtet është e papranueshme. Paria që ju shqetëson si koncept, po duhet ta kuptoni këtë, që ka disa lloje udhëheqësisë politike. Ka një udhëheqësi politike e cila është shtresë administrative, siç e quhen Gaetano Mosca, ke një elitë, njerëzit që janë të zgjedhur dhe drejtojnë shoqërinë e tyre, grupin e tyre, etnin drejt një rruge të caktuar, ke edhe njerëz përjatar që janë politik thjesht për interesat e tyre të mushta, klanore, katunare, sidoqë dator se në rastin ton paria jonë është e karakterizuar nga një mendësi e theksuar katunareske. Nuk je pak diskriminues në këtë? Çfarë thoni me katunareske? Njerëz që jetojnë në katun. Cilët janë katunarët e tu? Tash shiko. Katunar është dikush i cili jeton në katun, në një strukturë, familjesh të ndryshme, të cilat se mund të ketë katunar që jetojnë në mes të Tiranës. Le të shpjegohem. Fshatar është dikush që jeton në fshat, i cili punon tokën e dikujt, ose të vetëm. Por katunari është një formë unike e zhvillimit të individit në struktura shoqërore siç është katuni, i cili ka kënë struktura më përcaktuese e shoqërisë shqiptare gjatë mesjetës edhe mrapa. Janë grupime familje që jetojnë male, në fusha e tjera kun, në të cilat ka një kohezion jashtëzakonisht shumë të madh shoqëror, e në cilin ka lidhje shumë fishta. Dhe idetë e klanit, tribuse e tjera bëhen thelbësore për identifikimin e njerëzve me njëri tjetrin. Kjo mendësi misunon tek ne, misunon tek populli jonë dhe tek paria e Tiranës. Pra ne këto nuk janë elitë, elita janë njerëz që i bashkanjitën një ide, punojnë për një vizion, pavarësisht atë ka kushërir apo je e biri ose e bia hasmit familjes, ai punon me ty sepse është binja që e bin. Kjo është dallueshmëria. Ka dhe një pretendim që meqense shqiptarët që jetojnë në emigracion nuk jetojnë këtu, nuk paguajnë taksa, nuk kanë të drejtë vendosin për fatet e këtij vendi dhe për mënyrën se kush do ta drejtojë atë. Qëndron kjo? Kjo është mbështetur dhe nga diplomatë të huaj në fakt. Kjo nuk qëndron absolutisht sepse qytetarët amerikanë kanë të drejtë të votojnë për shtetin, për përfaqësuesit amerikan kur ata janë jashtë kufive. Ndryshon çështja nëse është Commonwealth ose Bashkësi e Përbashkët. Shqiptarët e huaj, një shoku jo, një kolegu jon para disa vjetësh bëri një studim influenca e impakti i remitancave të emigrantëve në ekonominë e Shqipërisë. Edhe bëhet fjalë për doktor Shenasira ma ka shifra më të sakta për influksin e paras që ka ardhur nga migrantët dhe ka qenë impakt i lartë në ekonominë, megjithëse është ekonomi konsumi dhe nuk është ekonomi prodhimi, po përsëri ka arritur një pjesë të GDP-s, prodhimit brendshëm bruto. Po. Kështu që për mua kjo argument nuk qëndron. Do merremi pak me remitancat, se kanë rënë, nuk janë më nivelet e 1 miliard. Remitancat kanë rënë edhe do të vinë më tepër. I gjithë ky luks që kanë përjetuar në Tiranë edhe në rrethet e tjera, kjo pjesë e Parisit ka grumulluar parat me lopat gjatë tyre 25 viteve, tashmë do të shohin që ka shterë burimi. Emigrantët as nuk do ta kthejnë kokën mrapa. Argumenti juaj që njerëzit duhet paguajnë taksa pa të votojnë, në një masë madhe është jo aq i saktë siç e tha doktoresh Karanja, për arsye se edhe emigrantët në Amerikë dhe gjithkund tjetër ku jetojnë paguajnë taksa mas një kufiri të caktuar. Për shembull në Amerikë, për me rujt qytetarin, do të pagush taksa për $90,000 që fiton nëse je një expatriate që jeton jashtë. Ajo që ndodh me ne megjithatë është kjo.
Ne jemi një popull i varfër i cili nuk kemi burime kyçe në këtë moment sepse jemi, domethënë na kanë thith palcen, dhe e vetmja perspektivë që ne kemi është që të kthehemi në Floridën e shqiptarëve që jetojnë nëpër botë. Të kthehemi në një shtet i cili punon e funksionon për emigrantët e për shqiptarët e tjerë që vinë me harxhu dhe kursimet e tyre, edhe në këtë mënyrë të mund të ndërtojmë një shtet në cilin do të rrisim fëmijë, do të kemi struktura mbrojtje shëndetësore e tjera. A duhet votojnë emigrantët? Padyshim. Ne nuk kemi emigrant. Në qoftë se ju kërkoni që unë të paguaj taksa për me votu në shtetin shqiptar, atëherë a ka mundësi që gjithë këto pjesëtar të Paris, të cilët kanë bën miliarda, si doktora, si inxhiniera, si ekonomistë e tjerë, t'ia kthejnë ato pare me taksat e sotme popullit shqiptar që i ka muajt me buk në për konvikte në për shkolla nga 22 vjet rresht, që i kanë nxjerrë jashtë duke harxhuar me mijëra dollar në ditë, një kohë që fshatari merrte 18 lekë në ditë. Pse këto zotnit nuk shohin që t'i kthejnë popullit shqiptar ato para atë shtrydhje gjakut që i kanë bërë gjatë 45 viteve. Po tash na dojnë që ne të kthehemi e t'japim paratë e emigracionit, kur ky është i vetmi drejt që ne kemi. Sepse në qoftë se ato mendojnë me na pa ne si një cash cow, mendojnë që ne me na shtrydh për pare, edhe me na shiku si një mënyrë me na taksu, e kanë gabim. E kanë gabim sepse kanë rru termat. Nuk është ma loja në durët e tyre vetëm. Është edhe në durë tona. Vetëm për të shtuar një fjali kësaj që tha Shenasiu tani së fundmi, ndryshimi midis taksimit dhe remitancave është që në qoftë se do ishin taksuar ato parat që vinë remitancat, cilat janë taksuar në një farë mënyrë, po taksimi shkon në dorë të palëve të Paris dhe vidhet me lupat si shtatë Shenasiu, kurse remitancat ndihmojnë qytetarët shqiptar. Pra, remitancat janë takse përmbi taksën dhe është haraç që është paguar disa fish ndaj shtetit shqiptar, dhe ky argument më duket krejt qesharak në këtë kontekst. Mirë, do flasim pak për çfarë demokracie kemi, Ngrid? Aktualisht? Është e vështirë ta përkufizosh demokraci, një sistem i cili funksionon në bazë të një oligarkie të konsoliduar, ekonomike, i përmenda shifra dhe nuk po i ripërmend më, është një sistem i cili është i mbyllur në vetveten e tij, pra alternativat si ideologjike, si politike, si të veprimit politik janë të mbyllura brenda kufive të Paris me teknika të ndryshme, një nga të cilat është edhe kontrolli i drejt për drejt ose edhe i jo i drejt për drejt i organeve të informacionit publik. Është një Në raportet ndërkombëtare na quajnë demokraci hibride. Si t'ja u shpjegojmë këtë qytetarëve që na ndjekin? Atëherë, duhet pasur parasysh që në raportet ndërkombëtare ka shumë të bëjë edhe teknika diplomatike e ruajtjes së disa ekuilibrave dhe për këtë arsye shumë gjëra thuhen me një gjuhë të veçantë dhe duhen interpretuar drejt, por teknika që ka përvetësuar Paria e Tiranës, palët e Paris Tiranës, është se ato krijojnë një sherr mbi interpretime të ndryshme të të njëjtës çështje pa adresuar thelbin e kësaj çështje dhe pa ndryshuar asgjë. Dhe nëse ju i shihni në vazhdimsi, nëse bëni një studim krejt të thjeshtë të raporteve ndërkombëtare, mund të ketë ndryshime minimale, por asgjë thelbësore nuk ka ndryshuar në vlerësimin ndërkombëtar për gjendjen në Shqipëri. Dhe përgjegjësia për këtë është tërësisht e Paris. Demokracia që kemi? Ideja e demokracisë hibride që përdorin të huj, siç e tha edhe Gredi, është thjesht një eufemizëm për me fshehë realitetin. Ideja e demokracisë hibride është kjo, që në dukje, në aparencë, ruhen e respektohen gjitha normat demokratike, të cilat dhunohen, shfrytërohen dhe karikaturizohen me një herë edhe gjatë procesit. Kjo është ideja e demokracisë hibride. Domethënë, që ta kuptojnë shikuesit tuaj idenë e qenies hibride, është si të marrësh një njeri dhe t'i bësh një kokë qeni. Ai quhet hibrid. Centauri, domethënë të merresh një kal, trupin ta ketë kal, edhe fytyrën ta ketë si njeriu. Ajo që në Shqipëri është që ligjet janë duke demokratike, ne kemi një parlament mushun me hajna me bandit, edhe ne kemi një qeveri e cila më tepër kalon ditë jashtë vendit se sa mren, ne kemi një opozicië që shkon me djeg bunkera si me kënë duke zi buk ose duke pjek buk, edhe kjo edhe të gjitha bëhen sepse gjatë procesit, prej momentit që kërkohet vota popullit, deri në momentin që merret vendimi, çdo gjë është e kontrolluar nga oligarkia.
Ky është një sistem kriminal oligarkik, të hujt përdori një gjuhë me eufemizëm, por realiteti është që ky është një vend i kontrolluar me dorë të hekurt, siç e thatë edhe ju. Hajdeni këtu ta shihni si jetohet. Friga që ju përjetoni nuk ju lejan ju, po njerëzit e tjerë, se ju jeni jashtë asaj strukturët, ju e njihni botën perëndimore, keni zgjidhje të tjera, po nuk e lejon njeriu normal që jeton në këtë vend me pas liri, me përdor votën si duhet, me kënë qenie normale edhe i shputur nga interesat e Paris. Prandaj ky vend nuk është thjesht demokraci hibride, ky është një vend i kaosit totalitar, antidemokratik, oligarkik, në të cilin një grush familjesh kriminale ban ligjin edhe synon me kthy shqiptarët në skllëpër tyre. Si u ta propozoi demokracinë? Pak a shumë me kolegët, po në literaturë përdoret dhe termi semi-democratic, që është gjysmë demokratike. Gjysmë demokratike. Për shkak të ligjit elektoral dhe për shkak të manipulimit të zgjedhjeve dhe për shkak të mungesës së transparencës. Në anët e tjera, nëse do përdorim shumë krahasim nga mbrapa, kemi kleptokraci, oligarki, me të cilët është do me thonë është midis këtyre dy termave, sepse oligarki ka të bëjë edhe me një klasë e cila ka vënë pasuri nga industria ose bujqësia e zhvilluar dhe kontrollon politikën, ndërsa kleptokracia e ka vënë thjesht me vjedhje dhe është një shoqëri e cila drejtohet nga njerëz të korruptuar, njerëz që kanë abuzuar me sistemin. Mirë, pyetje kam unë, qëse jemi te kjo pjesë e demokracisë, hibride, në formën e Centaurit, e gjejmë emrin, e përcaktojmë si të duam. Çfarë bëjnë partnerët tanë ndërkombëtar në gjithë këtë histori? Çfarë duhet me bë ato? Kur ato vinë këtu, interesi i tyre i parë është stabiliteti. Këto shohin një gjendje këtu marrëzijet kolektive, shohin udhëhec që janë të çmendur, që thonë do të mbjellë 1,5 milion arra, tjetrin që lyn me boj, tjetrin që bën atë. Ky është një vend karikatur, ky është një vend teatr. Këtu luhet teatr kukullash. Të hujt kur të vinë këtu, shohin këtë teatr edhe thonë këto njerëz meritojnë me jetu në këtë budallik, sepse kjo është marrëdhënie kolektive ku jetojnë të pasinqert këtu midis qytetarëve dhe partnerëve tanë tuaj. Ka një marrëdhënie të pasinqert se shqiptarët besojnë tek aleancat që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe presin t'i kenë në një farë mënyrë si udhërrufyes të gjendjes tyre. Të hujt e kanë thënë fjalën e tyre nëpërmjet raporteve ndërkombëtare. Po e thonë atë gjuhën e drujt që jo të gjithë e kuptojnë. Nuk e kanë të drejtë për drejtë. Të hujt janë njerëz të edukuar, ato nuk i ka mësuar kush me ju fol njerëzve të dhunuar, me njerëzve të masakruar, me njerëz të lanur në harresën e ignorancë, ato vinë dhe ju flasin të gjithëve me gjuhën me cilën ju flasin qytetarëve të tyre. Nëse ne nuk e kuptojmë gjuhën e tyre, që mundet me kenë gjermanisht, anglisht, italisht ose një gjuhë tjetër, nuk do në me thanë se ato nuk na thonë ne se çka ndodh këtu. Jo, po e the shumë mirë në fillim dhe këtu duat ndalem pak. E thatë edhe pak më e pranuat që ata kanë menduar më shumë për stabilitetin sesa për shëndetin e institucioneve, për nivelin e demokracisë, për korrupsionin e lartë, pra kanë mbyllur syt në një farë mënyrë për gjithë këto problematikë se kanë menduar stabilitetin. A është e ndershme si qasje? Absolutisht, ne kemi një shtet tonin. Shtetet ne zoj, ju në familjen tuj, keni bugjetin tuj, marrthani hirë shkoni në shtëpi në derën, keni shtëpinë tuj. Edhe me dashmar polici duhet me ardhë, kam me thanë, kam vendim gjykatit. I huj kur vjen si përfaqësues i një shteti të caktuar. Ai nuk vjen me të miqëqyr ty, me të rregullu jetën ty, me të thanë ty ku si me mobilu shtëpinë tane. Shteti duhet kuptu edhe në këtë mënyrë. Të hujt vinë këtu si përfaqësues të interesave të shteteve tyre. Ato na dojnë të mirën ose të keqen është sa tjetër. Ama ato vinë si përfaqësues shteteve tyre, edhe ato e dinë kufirin që e kanë, sepse Paria e Tiranës, në moment që i shkelin interesat, ta bën si që bëri OSBE-s, që i thot raporti jote është mashtrim, as mos u duk, do të heq fare thot nga Tirana. Edhe Paria e Tiranës i bën këtë punë. Pra të hujt vinë këtu edhe e kuptojnë që kjo është një rreth ferri në cilin njerëzit jetojnë një budallëk e marrëzi kolektive, edhe mandena dorëzohen edhe thonë, e din çka? Këto janë, ne kemi ardhur këtu me mbrojtje interesat tona vendi XYZ, edhe ne vazhdojmë me kena të ku jemi. Askush nuk do të na japin zgjidhjen përveç nesh. Spektakli që ofron Paria e Tiranës partnerëve tanë ndërkombëtar është, për ta thënë në një gjuhë më popullore,
është një përzierje midis Portokallis, Alpazarit dhe 2XL-it, programeve satirike cilët satirizojnë politikën këtu tek ne. Megjithatë, me gjithë gjuhën e drunjt ose gjuhën diplomatike, do thënë, nuk do ta përkuizoj gjuhë të drunjt të raporteve, e cila sipas Paris është vështirë për të kuptuar, ka vazhdimisht gjatë gjithë kësaj periudhe të tranzicionit ka patur dhe vazhdon të ketë përpjekje të shumë prej antarëve të trupit diplomatik për t'i thënë gjërat shkoqur dhe për t'i thënë gjërat drejt. Rasti i fundit që më kujtohet nga media ishte vlerësimi që kishte për shqiptarët dhe popullin shqiptar ishte ambasadori amerikan Withers. Dhe kush e lexon atë intervistë sheh dashurinë e tij për shqiptarët dhe respektin që ai ka fituar për shqiptarët. Ndaj në fundit ama, ashtu si ishte Shenasiu, diplomatët e huaj e dinë që ndryshimi i vërtet nuk mund vi as nga hëna as nga qielli, por duhet ta bëjnë shqiptarët. Duhet të jenë shqiptarët që demonstrojnë, që dëshmojnë vullnetin për ta ndryshuar vendin e tyre dhe për të mos qenë më pjesë e një spektakli të shumtuar të Parisit, i cili shërben asaj vetëm për të luajtur cirk dhe për të i vënë në gjumë njerëzit me anë të këtij spektakli që vazhdon nga hëna dhe fatkeqësisht po shkon deri të dielën. Për ndërkombëtarët që janë parë deri diku vazhdojnë të shikohen dhe si guvernantë të Shqipërisë, të interesave. Kjo vjen nga eksperiencat e hidhura që ka populli jon me shtetin e tij dhe besimi që ka tek të huajt. Gjatë 50 viteve të diktaturës, besimi tek shteti filloi po zvetnoi, kur u pa që po kthehej në diktaturë dhe shqiptari mbas rënies diktaturës nuk kishe më besim te shteti. Po ashtu edhe në periudhën e tranzicionit nuk ka besim te shteti për shkak të degenerimit të strukturave dhe sistemeve të gabuara brenda tij. Në lidhje me ndërkombëtarët janë në vendin e monitoruesit. Po ne nuk kemi pse të monitorojnë të huajt si ti bëjmë zgjedhjet tona. Integriteti politik duhet vi nga vetë ne, ndeshmëria duhet i tek vetë ne, sepse në fundit ne zgjedhim pushtetin e popullit dhe i huaj nuk do vit na zgjidhë pushtetin ton. E drejt. Kam shkëputjen e fundit publicitare, kur të rikthehemi do doja t'ju pyesja, do bën ndonjë parti? Po pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të këtij debati, do të bëni parti, Grind? Unë e kam shprehur vazhdimisht dhe si kolegë ne kemi shprehur vazhdimisht që objektivi i përpjekjes tonë intelektuale ka qenë hapja e realitetit, vendosja e realitetit në qendër të vëmendjes shqiptarëve. Kjo pyetja a do të bëni parti është në gjykimin tim pjesë e një teknike të përdorur jo vetëm për të kornizuar, por edhe për të anatemuar, për të qenë më e lehtë për të anatemuar çdo alternativë ideologjike që paraqitet në tregun mediatik shqiptar. Mos e shikoni çdo pyetje si konspirative. Jo, nuk ka fare konspiracion. Me agresivitet. Konspiracioni, jo, konspiracioni është diçka. Sa disa teza shumë që qëndrojnë, të qëndësishme, folët për një ideologji që ju keni, a do vinin ta zbatoni, a do ketë një formacion politik nga pas? Kjo është e pyetja. E kuptova pyetjen tuaj dhe po të më lejoni të përgjigjem deri në fund, do ta shihni që nuk kishte kontekst konspirativ përgjigja. Por unë besoj që një studim fare i thjesht i mënyrave të përdorur, i teknikave të përdorur tregon që një nga momentet ku kornizohen çdo lloj alternative, jo vetëm kjo që në gjykimin tonë është e vetmja rrugë e dur për shqiptarët, por çdo lloj alternative tjetër e cila nuk kontrollohet nga paria, është pikërisht kjo. Pse nuk vini, pse nuk bëni, hidhuni, ndërkohë që të prezantosh një alternativë ideologjike në kontekstin aktual shqiptar, ku gjithë ram dakord që është jashtëzakonisht e vështirë, që ka një frikë të madhe, ku paria kontrollon pothuajse të gjitha kanalet e informacionit publik, duhet thash pothuajse. Jo, është dhe komunikimi online, interaktiv, tani i kam mundësit për ta kontrolluar plotësisht, nuk i kam, jo se nuk do, po thjesht nuk i kam, i ka jashtë duarve të saj. Ka ekipet veçanta nëpër zyrat. Edhe aty e kontrollojnë tua. Ka përpjekje për të kontrolluar nëpërmjet ekipeve të veçanta nëpër zyrat e shtypit të gjitha palëve dhe është një fenomen që është bërë shumë i përhapur tani, pa do të ishte një temë tjetër për shumë orë të tjera. Ajo që doja unë të thoja është që teknika e kornizimit, teknika e thënies që kjo ide nuk qëndron sepse
ku jeni, ku është veprimi, ku është organizimi. Unë e përmenda edhe pak më parë. Çdo transformim, çdo ndryshim vjen me fazat caktuara. Faza e parë është ndërgjegjësimi i individual, i secilit prej njerëzve që dëgjojnë këtë opinion, e dëgjojnë këtë opinion nëpërmjet familjarëve, nëpërmjet miqve, nëpërmjet medjave të cilat e pasqyrojnë këtë. Ky ndërgjegjësim pastaj sjell fillimin e organizimit, nga ky organizim pastaj kalohet në veprim politik. Kjo është e ditur, nuk po them ndonjë gjë që është e paditur. Do të përgjigjja është po. Jeni drejt krijimit të në cilën hulli shkon kjo, se shkon në këtë hulli të nisur apo jo, ka pak rëndësi, se kush janë njerëzit që dalin dhe e marrin këtë flamur ka pak rëndësi. Ajo që ne po themi është që domethënë ka njerëz që mund të përfaqësojnë ideologjinë tuaj dhe të krijojnë një parti në Tiranë, në Shqipëri po them. Ne jemi këtu, Ilva. Ka njerëz në Shqipëri, po dhe ne jemi këtu, ka njerëz në Shqipëri, ka njerëz kudo të cilët besojnë fort se alternativa, dhe unë besoj që është një numër shumë në rritje, që alternativa e vetme për shqiptarët është alternativa që ne propozojmë, alternativa që ne paraqesim përpara shqiptarëve sot. Ka një emër tani që flasim apo është ende ide? Se si mund të quhet formacioni politik ose partia? Unë shoh që insistoni në atë njëjtën pyetje në mënyra të ndryshme, po do të merrni të njëjtën përgjigje sido që ta merrni, sido që ta paraqisni pyetjen. Kështu përgjigjja ime nuk ndryshon. Besoj dhe kolegët. Po provoj me Valbonën. Si do quhet partia? Okej, ekziston në Shqipëri sensi i të përkaturit në një grupim politik. Ishte dhe një nga pyetjet që më bë sot. Shqiptarët në përgjithësi duan t'i përkasin dikujt. Ne nuk i përkasim dikujt deri tash. Detyra jonë është, siç e tha Gridi, ashtu siç po thot, është ndërgjegjësimi i masave për të kuptuar se ku jemi, gjendjen, situatën ku jemi. Njerëzit mund ta interpretojnë në mënyra të ndryshme. Deri tash nuk ka asnjë grupim partijak dhe nuk ka asnjë parti të cilës ne i përkasim. Por nuk e përjashtoni që në të ardhmen mund të shkoni drejt një grupimi që do e mbështesë ideologjinë tuaj. Asnjë nuk mund ta përjashtoni që ju mund të jeni pjesë e asaj. Është pyetje hipotetike. Unë po ju pyes se mund të dua të jem pjesë, kështu që nuk thash po e përjashtoj. Lëvizjet shoqërore pa planifikuar mund të shkojnë në çdo drejtim. Kështu që përjashtohet, po dhe mund të mos përjashtohet ne deri tash nuk e dim sepse detyra jonë është që populli të marrë mesazhin. Ajo që thanë kolegët qëndron, ne jemi këtu si një forum intelektual që kërkoj me ofru një diagnozë të gjendjes politike në cilën ndodhet shteti dhe kombi shqiptar. Ne ofrojmë po ashtu një alternativë politike e cila gjendet në gjithë librat tanë, është një program i mirëfillt politik. Ama ajo që ne bëjmë dhe që kërkojmë mirë kuptim nga ju dhe nga tjerët është do të shprehet më së miri me një krahasim. Edhe krahasimi është i tillë. Njeriu që konstrukton avionin nuk fluturon me atë avion. Duhet me kenë piloti me e bë atë punë. Ju po kërkoni që ne që kemi konstruktuar ose po ofrojmë një ideologji të tillë, të jemi në të njëjtën kohë edhe njerëzit që do ta zbatojnë edhe njerëzit që do të njekin rrugën e tillë. Është një lloj si ti kërkosh doktorit ose mjekut i cili ka shpik ilaçin të diagnostikojë dhe të shkojë të shërojë çdo pacient që është rrotull. Detyra e jonë si intelektual, si njerëz me integritet moral, të cilët e njejnë thellë nevojën e shërbimit publik, është që të dalim e të themi të drejtën popullit shqiptar, në qoftë se këtu nesër do të ketë njerëz që i përqafojnë këto ide, ne do të mbështesim me gjithë zemër, në qoftë se do të ketë njerëz që punojnë për këto ide, ne do të bëhemi mbështetësit e tyre më të mirë, por askush nuk mund ta parashikojnë të ardhmen, edhe ne nuk duam ta parashikojmë atë ardhmen. Dhe meqense nisëm me lëvizjen e dhjetorit të 90-s dhe jemi në dhjetorit të 2015-s, a mund të jetë rinia, mund të jenë sërish studentët ata që mund të inicionin ndryshime të tilla, lëvizje të tilla? Padyshim, ndryshimet do të vinë edhe nga rinia, por në çdo kohë, në çdo vend, në çdo sistem që ka ekzistuar, ndryshimi nuk ka ardhur thjesht nga mosha, nga brezi. Ndryshimi vjen nga idetë. Edhe ajo që ne kemi ba, është ne kemi hedhë në treg, idetë ashtu si që dikush mundet me vu shishet e ujit një qoshe rruget, edhe kush ka etje, do të marrin atë ujt me pi, do t'i marrin ato ide, edhe do të mundohet me ndërtu jetën basta atyre ideve. Qëllimi jon, objektivi jon, është që në këtë shkretin morale e politike, në cilën këti popull
i trumbetohet një marrëzi e pashmangshme kolektive, ne kërkojmë me kenë një zaj qartë që vjen mas shumë vitesh edukimi e përpjekjesh studimore, në të cilin ne kërkojmë me afru, si që thamë dhe ma përpara, diagnozën e gjenjes, por edhe zgjidhjen e mbështetur modelit më të mira në botë. Detyra jonë si intelektual është e tillë që ne të vazhdojmë me punu pa u lodh për përhapjen e këtyre ideve. Kush i përfshin politikë, si do të bëhen, është sap tjetër. Studentët rinia, sërish? Pa tjetër, po në këtë rinia është vetëm njëra pjesë e strukturës shoqërore të Shqipërisë, e cila është e prekur nga degenerimi moral, shpirtëror, ekonomik, politik i 25 vjet e fundit. Pjesa tjetër është fshatari, pjesa tjetër është shtresa e mesme, e cila pothuajse po zhduket. Pjesa tjetër janë intelektualët. Pra, ndryshimi mund të vi nga çdo grupim i cili preket drejt për së drejti dhe jo nga 4-5% i cili është pjesë e kësaj kaste Paris. Argumenti joni përbashkët besoj është që pika kyçe e ndryshimit është në radhë parë të pasurit e ides që ka një përputhshmëri dhe një pasgjithshmëri midis shtetit dhe kombit, dhe për të ndërtuar shtet, për të shtuar diçka atyre që thanë kolegët, duhen njerëz që e njohin shtetin. Pra një tjetër stres është njerëz që e njohin shtetin, që dinë të funksionojnë në shtet. Pra që kanë më shumë eksperiencë se studentët, le të them. Që e njohin shtetin, që dinë se si funksionon shteti dhe që në një kornizë të caktuar, në kornizën e duhur shoqërore, e drejtojnë shtetin në drejtimin e duhur. Folëm shumë për Parin, po kam dhe një pyetje të fundit përpara se ta mbyll. Po elitë pastër që nuk është pjesë të Paris, a identifikoni dot ka në këtë vend që nësi? Po, ka elit në këtë vend, por ato elita janë duke njëherë, ka elita që janë elita kombëtariste, ka njerëz që punojnë për idenë e kombit, njerëz që u mobilizuan në struktura edhe si AKZ-ja, edhe në strukturat e partive tjera, njerëz që kanë bërë veprime patriotike si Muslim Pashaj, kolonel Muslim Pashaj e tjerët, që edhe vetëm kanë qëndruar përballë forcave tjerë zakonshme për me mbrojtje interesat e këtij komi. Ne kemi patriotizëm duke filluar që nga fëmijët e shkollës, tek njerëzit që kërkojnë nderim, tek gjyshi, ati, paraardhësit e tjerë për kontributet që kanë dhënë. Ne kemi një elitë kombëtare këtu me njerëz që punojnë në mënyrë të palodhur, duke krijuar, duke kontribuar e tjera. Kemi gjithashtu edhe elita tjera, të cilët i përkasin qytetërimeve të ndryshme, por që tashmë po fuqizohen këtë vend. Elita fetare, të binjeve tjera, struktura jo fetare, por që i përkasin domethënë një binje politike që nuk është krejt kombëtare e tjera. Ama këtu ekziston një ide e madhe e kombëtarizmit. Edhe kjo energji që ekziston në popullin shqiptar, kjo nevojë për zgjidhje që vjen vetëm nëpërmjet ndërtimit të shtetkombit, do të kanalizohet kur këto njerëz marrin përsipër njëherë interpretimin e këtij sistemi vlerash, edhe mandej edhe mobilizimin e njerëzve për arritjen e këtyre qëllimeve nëpërmjet politikës. Tek shtetkombi është vetëm Shqipëria apo Kosova dhe këto bisedë e tjera? Shtetkombi është shteti që ne kemi. Ky shtet është dizajnuar, është ndërtuar me gen shteti shqiptarëve. Shqiptarët e tjerë që kanë mbet jashtë trojeve janë shqiptarë, ato do të vazhdojnë me kenë pjesë e kombit, edhe kur ato të jenë pjesë integrale e kombit, atëherë kufijtë ndërmjet shteteve për ne janë parancishëm. Elita tjera të shëndetshme, le të themi, jo vetëm Paria, se folëm sigur në këtë vend ka vetëm Pari. Absolutisht, jam dakord me atë që tha Shenasiu, që ka elita në këtë vend, ka potencial të jashtëzakonshëm për elita në këtë vend, ka grupime të rinj apo profesionistësh të rinj, të cilët përpiqen që përpiqen me sukses të rinë jashtë kornizave, kanë qenë të pastrukturuara. Po, shikoni, tentativa që u bë me aleancën kuqezi ndonse u keq përdor nga drejtuesit dhe u drejtuar në hullinë e gabuar, duke përfunduar si një lëvizje e kornizuar nga palët Paris për shkak të drejtimit gabuar. Të paktën rizgjoj në opinionin publik realitetin që ka energji jashtëzakonisht shumë të mëdha rreth idesë së shtetkombit shqiptar. Duhen kanalizuar në hullit e duhura, duhen futur brenda asaj që duhet për ndërtuar shtetin, po energjit ekzistojnë dhe me kalimin e kohës, me rëndimin e situatës dhe me vrasjen e frikës
e cila gradualisht po fillon dhe po duket, unë besoj që këto elita potenciale do të fillojnë edhe ta bëjnë veprimin e tyre gjithmonë edhe më të ndjerë në mjedisin politik shqiptar. Dhe Karande? Në qoftë se përdorim elitën term që bashkon njerëz të cilët kanë që ndajnë të njëjtat ide, pavarësisht, nuk mund të mohohet që vendi jon ka elita të mira, ka elita intelektualesh, ka elita njerëzish të ndeshëm që i bashkon ideja me cilën populli dhe shteti duhet heci përpara. Nëse e kalojmë në rastin e elitave negative, po, është gjë normale. Këto quhen forca lëvizëse dhe forca mbajtëse dhe gjithmonë do kenë kontradikta midis tyre. Kush fiton varet sepse nga konjunkturat politike. Në pak sekonda, nëse mund të ma thoni përpara se ta mbyllim këtë emision, ju erdhët, patët aktivitetet ngjeshura në Tiranë, në rrethet ndryshme, madje keni pasur dhe tur takimesh jashtë kryeqytetit. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje, gjëja që do t'ju mbes në mendje nga ky kontakti i fundit me shqiptarët? Nuk e di, Gridi ndoshta i pari. Respekti që tregojnë njerëzit e bindjeve të ndryshme politike për kurajen për të thënë këtë të vërtetë. Nuk kam gjetur kur kundërshti nga njerëz të cilët deri më sot e kanë deklaruar veten si të palëve të ndryshme, po kam gjetur një lloj respekti të habitur se si është e mundur që këto gjëra të cilët diskutohen nëpër tavolina dhe nëpër ambiente private të thuhen kaq publikisht. Pra kjo është shumë shpresdhënëse për të ardhmen e shqiptarëve. E njëjta gjë dashuria që kanë treguar njerëzit në konferencat e ndryshme që kemi marrë pjesë dhe interesi i tyre jo ndaj nesh si persona se kush jemi, po ndaj mesazhit ton. Është njëjta gjë, jo duke i shtuar atë që diçka asaj që thanë kolegët, do të thoja që ne e kemi parë se sa të etur janë njerëzit për një shpresë, për një zgjidhje, për një ide të re. Edhe i gjithë ky tension që në vend që të ishte një fenomen normal, një vizite 3 të mërguarve që vinë me folë për vendin e vetë, me marrë, me u interpretu si një partire politike e tjera, ne në ka habit edhe në ka marrë, në ka zantë pa përgatitur. Ne kemi ardhur këtu me shpjegu gjenjen edhe zgjidhjet e duhura, edhe në fakt po gjem vedin në presjone të rësnit jashtëzakonshme që të përfshihemi në politikë. Edhe kjo po na vjen nga gjithë njerëzit, nga gjithë anët. Prandaj nuk ishit surprizuar kur ju pyeta dhon. Urdhroni? Prandaj nuk u surprizuat kur ju pyeta dhon për partinë politike. Ku do që shkojmë është e njëjta pyetje. Kur do vini sërish? Unë do të vijë me rastin e 25 vjetorit të greves surisë, së bashku me shokët e mi lëvizje studentore. Ne po organizojmë përvjetorin e greves surisë, që është arritja jonë më e madhe, dhe do të promovojmë një libër me kujtimet e kolegëve të shokëve tanë pjesëtar të lëvizjes studentore të asaj periudhe. Grid, planifikon ti është më frekuent? Unë vinë në Shqipëri, po në të ardhmen e afërt do ta lija. Për të qenë më korrekt? Do përpiqem të koordinoj të njëjtën gjë të vi me kolegët, po është gjithmonë do t'ja lë të ardhmes. Për të qenë më të saktë. Të nderuar televizionistë, faleminderit shumë që ju kisha këtu. Sot u thanë shumë gjëra që duan pak stomak të fortë, kam përshtypjen që ti gëlltisesh. Edhe janë ditë kështu si të fundit të vitit, por në një farë mënyrë unë jam e kënaqur që ju kisha sot këtu. Ju falenderoj sepse kjo studio gjithmonë është e prirur të jetë pararojë e ideve e atyre që kanë diçka për të thënë, pse jo kur janë gjëra që duhen të hapin syt të gjithë shqiptarëve për një realitet që ju e keni përkufizuar si një pari e rrethit të ferit, për i cili shqiptarë duhet gjejnë vullnetin e tyre për të dalë dhe për të ndërtuar një shtet komb më të mirë. Faleminderit sërish. Faleminderit. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.